Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Sot ne jemi në programin e fundit të vitit 2025. Është data 29. Ditën tjetër I bie dita e vitit të ri dhe ne kemi vendosur që t'ju lëmë rahat punën tuaj se nuk mund të hani goditjet tona edhe atë ditë, atë natë, atë mbrëmje, kupton? Dhe mirë bëjmë, po ndoshta edhe në një ditë më vonë. Mund ta lëmë pasarse, pas datës një dhe ditën tjetër që të rini rahat në punë tuaja. Pra, thamë jemi në programin e fundit 2025, u menduam, po nuk u menduam gjatë, çfarë do bëjmë këtë mbrëmje, sepse këtë vit vendosëm ta konsiderojmë si vit të spakut. Në studion tonë kemi folur gjëre gjatë për këtë problematikë. Spaku ka operuar mbi këtë vend në një mënyrë gati të panatyrshme, për mënyrën se si operohet në vendin ku ne jetojmë, fort, domethënë ka operuar, mbi klasën politike shqiptare, mbi krimin organizuar e tjera. Dhe ne do të bëjmë si thua një sintezë të asaj çka ka ndodhur. Pra, SPAK ka arritur të trazojë rurat politike të dy krave. Janë vënë në bankën e akuzës, siç thamë të ashtu quajturit pesh të mëdhenj. Pra, edhe dhjetori ka qenë veçanërisht një muaj sulmi I SPAK, ndaj qeverisë, muaj dhjetor. Tani, edhe njëherë çka për SPAK këtë vit, një muaj sulmi, çfarë pritet të bëj vitin e ardhshëm, a rrezikohet qeveria e Edi Ramës, po ekzistenca e SPAK-ut, sepse është institucioni krijuar nga politika shqiptare, dhe votat e Edi Ramës dhe votat e Sali Berishës, si që ndërtuan edhe mund të ekzekutojnë. Për këtë do të flasim pjesën e parë të këtij emisioni dhe unë kam thirrur në studio Klodiana Lala, e përhershme në studio për këto problematika, me thënë drejtën edhe një mbrojtëse e flaktë. Pushati nuk e kemi sot, por është Abi Lekaj, e flaktë e SPAK-ut. E zjartë. Hiperbolizuar. Një mbrojtësja me zjartë e SPAK-ut. E ke shumë gabim. Gazetarët. Mirë, dakord, të thua se tani folë si Berisha. Në raport. Shumë e drejtë Në raport me institucionin. Që kritikoj kur duhet dhe sigurisht jam meritën kur duhet. Të nderuar teleshikues, ka qenë shumë e drejtë. Atëre. Bëre shumë mirë që e saktësove. Pra Klodiana Lala dhe Enton Abi Lekaj nga pjesa e medias dhe unë kam thirrur dy politikanërim jo pa qëllim, zotin Qori dhe zotin Agron Shehe. Faleminderit, I kam thirrur me qëllim të caktuar, sepse është pjesa që mendon që me këto që po ndodhin në Shqipëri, mund të mendohet që kjo mund të jetë pjesa që vjen në vendin ku ne jetojmë. Po si vjen, qysh vjen, do të bëjmë edhe 2-3 pyetje në fund. Se këta në fakt bën zgjidhje para pak kohësh dhe nuk erdhen. Pse qysh tek, domethënë themi disa gjëra në këtë pjesë. Atëre, unë them të filloj me njerë. Zonja Lala, SPAK ka intensifikuar jashtëzakonisht punën në fund të këtij viti. Ç'po ndodh? Ç'është ky zell? Si e kupton ti gjithë të gjithë? Se më mirë se ty nuk e kupton njeri këtë. Tani, intensifikuar punën nëse e keni për dosjen Balluku, sepse SPAK sigurisht që në gjithë vitet e funksionimit është përpjekur, sigurisht, po dy dosje, po ajo më e fundit është për zonin Balluku dhe tjetra ka të bëjë me grupin kriminal në Aksh. Pra këto janë dy dosjet e fundit. Sa I përket çështjes Balluku, është e vërtetë që prokuroria e posaçme është drejtuar gjykatës me një sër kërkesash për kontrolle personale apo kontrolle të banesave dhe të zyrave për një numër të konsiderueshëm zyrtarësh dhe njerëz besuar të Belinda Ballukut, por po ashtu edhe për një numër të konsiderueshëm të biznesmenëve, të cilët rezultojnë të përfolur ose të implikuar në dosjen Balluku. Të gjitha kërkesat e SPAK janë miratuar nga gjykata, në total janë firmosur 21 vendime individuale, por në total janë 34 urdhra kontrolli, sepse brenda një vendimi mund të ketë disa kontrolle të ndryshme. Dhe gjatë kësaj kohe, pra vendimi është marrë ditën e Krishtlindjes në datën 25 dhjetor dhe është zbatuar një ditë më pas në datën 26 nga ana e Byros Kombëtare të Jetimit dhe sikur se thash janë ushtruar 34 kontrollet. Ka patur kontrolle tek njerëzit më të besuar të zonjës Balluku, sikur se është shefja e kabinetit të saj, e cila mendohet që
në banesën e saj, por edhe në celular mund të gjendet të dhëna që mund të shërbejnë hetimit, është kontrolluar banesa zyra si dhe është marrë celulari i ish sekretares së përgjithshme të ministrisë dhe aktualisht është administratore e korporatës elektroenergjetike shqiptare Viola Hagji Ademi. Janë kontrolluar gjithashtu edhe Erald Delezi dhe Gentian Gjyli që janë përkatësisht në masën e arrestit në shtëpi, u është kontrolluar banesa, po ashtu janë marrë celulare dhe gjitha pajisjet kompjuterike të cilat janë gjetur në banesat e tyre. Janë kontrolluar biznesmenët Rok Gjokaj, është kontrolluar banesa, është marrë celulari bashkë me celularin e të birit, është kontrolluar banesa e biznesmenit Ilir Shtufi, banesa e biznesmenit Pajsor Buzi. Pra, kam më pas dhe një numër të lartë të zyrtarësh të tjerë të cilët rezultojnë pjesë më të madhe të kohës të kenë qenë antarë të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. Dhe të gjithë këto celular apo pajisje të tjera kompjuterike të cilat janë marrë nga ana e agjendet të Biros Kombëtare të Hetimit, janë dërguar për ekspertim në laborator dhe që aty dyhet që ka edhe ekspert të Shtetet Bashkuara, pra ekspert amerikan që ndihmojnë prokurorinë e posaçme për të bërë zbërthimin dhe nëse do të gjenden prova të reja, do të përdoren në përballjen me SPAK-ut dhe Këshillit të Mandateve dhe Imuniteteve, që ka të bëjë pikërisht me kërkesën e SPAK-ut për leje për të arrestuar zonjën Balluku. Pra, ky është zhvillimi më i fundit sa i përket dosjes Balluku, ndërkohë që në dritë kanë dalë edhe disa komunikime të tjera të reja. Zonja Balluku është duke u hetuar edhe në lidhje me koncesionin e rrugës Tuman Kashar. Është një koncesion që më së pari do duhet ketë një falje publike për ato 10 qytetare dhe 100 qytetare që ju e dini shumë mirë që u flakën në rrugë, nuk u dëm shpërblyen asnjëherë si duhet për banesat e tyre. Është një rrugë shumë e kushtueshme dhe që taksa paguesi shqiptar për 35 vjet do të zhvatin xhepat e tyre në këmbë. Ta nuk i kanë marrë parat njerëzit që janë spostuar. Ka pasur protesta shumë të gjata, zotëri Rakipi, dhe ju e dini shumë mirë, ka pas shumë pak gazetarë që kanë qenë në anën e tyre. Për fat mirë, në këtë rast edhe mendoj që modestisht në shumë raste të tilla kam qenë në anën e duhur të historisë, kam qenë pro atyre banorëve. Ju e dini shumë mirë që ata protestuan më pas edhe për rrugë dalje dhe hyrje sepse u vun traum tek dera e shtëpisë dhe nuk dilnin dot nga banesat e tyre. Pra është një histori shumë e gjatë dhe detajuar dhe zyrtarisht zonja Balluku është në hetim për këtë çështje, por po ashtu është në hetim edhe shoqëria koncesionare Gener 2 e cila ka lidhur kontratën me ministrinë. Patjetër që është një çështje e cila duhet hetuar sepse është një rrugë që nuk ka patur në investim të jashtëzakonshëm, është një rrugë e cila pjesën më të madhe të saj ka qenë ekzistuese, ndërkohë që për 35 vjet është një koncesion që do shkojë në 1.3 miliard euro, ndërkohë që askush nuk u mban përgjegjësi për milionat që do t'u zhvaten qytetarëve shqiptar. Po pra pa shkuar tek zbatimi i kontratës koncesionare, prokuroria e posaçme nisu nga disa komunikime të zonjës Balluku që ka gjetur me ish kreun e autoritetit rrugor shqiptar Eviz Berberi, kanë ngritur dyshime që kjo kontratë koncesionare ose e gjithë kjo sipërmarrje ka qenë e paracaktuar për shkak edhe të mënyrës se si ajo e trajton pronarin e kompanisë, duke thënë në një moment që ai mund të jetë një ushtar i bindur e tjera me radhë që unë po i bëj nderin e jetës, thot zonja Balluku për biznesmenin Bashkim Ulaj. Ndërkohë që hetimet janë duke vijuar sepse aty ka një sër biznesmenësh të tjerë të cilët janë të përfolur, disa prej tyre janë kontrolluar më herët në kontrollet më pashme, disa të tjerë për shkak të fazave mbi cilat po evolon hetimi, janë duke pritet të kenë edhe kontrolla apo zhvillimet më tejshme. Dosja tjetër e dytë është ajo e Akshit, një grup i strukturuar kriminal që sipas SPAK ka shkuar deri në rrëmbimin e një biznesmeni, ne kemi trajtuar në studion tuaj, për momentin janë duke u pyetur persona të ndryshëm dhe ka një hetim të qelur ndaj zyrtarëve, një numër zyrtarësh policie, pasi rezulton që disa prej tyre janë filmuar në zyrën e Ergyes Agasit duke hyrë dhe duke bërë takime me ta. Se çfarë kanë ato biseda dhe ato video përgjime, nuk jam në gjendje ta them sepse ato janë top sekret dhe po mbahen nga prokurorët dhe hetuesi që po merren me ta, por ama një gjë mund të them me siguri është që sot ka një hetim të ri që përfshin zyrtarët më të lartë të policisë së shtetit dhe po ashtu është duke u hetuar edhe zhdukja e mistershme e Daniel Shimës për afro 10 orë. Ishte një zhdukje, ishte një rast këtë do duhet ta sot më duhet ka një reagim prokurorisë ajo. Atëherë, zoti Rakipi, kur unë marr përgjegjësinë për të folur në studio, të lutem, kur unë marr përgjegjësinë për të folur në studio, mbaj përgjegjësi edhe ligjore për gjërat që them. Edhe nuk besoj që në kaq vite që unë kam qenë në studiot tuaja apo studiet të tjera,
të jem rrëzuar një moment në ato çfarë kam deklaruar. Prokuroria e posaçme është e pavarur për të kryer hetime në raport me një çështje të caktuar, pavarësisht hetimeve që mund të ketë kryer Prokuroria e Tiranës. Prokuroria e Tiranës e ka pushuar duke konsideruar këtë si një largim të vullnetshëm. Ndërkohë që Prokuroria e posaçme, e cila ka kryer për muaj me radhë, nuk e ka rimar, ka gjetur në kuadër të çështjes që po hetonte, ka gjetur disa element që e bëjnë të dyshojë që mund të jenë përpara një rrëmbimi të mundshëm dhe është duke u hetuar. Pra, Prokuroria e posaçme nuk varet fare nga hetimi që bën një prokurori e jurisdiksionit të zakonshëm. Nëse rrugës gjen prova, këtë çështje ka të hapur. Se sa do të eci kjo çështje, ishte apo jo një rrëmbim, kjo mbetet për tu parë, por që prokuroria ka një hetim tërësisht pavarur nga ajo çfarë ka bërë Prokuroria e Tiranës. Për të kthyer me dy fjali tek SPAK-u, sigurisht unë kam qenë në mesin e atyre gazetarëve që e kanë mbështetur prokurorinë e posaçme në rastet ku politika e vjetër është bërë bashkë duke fyer, përgojuar, intimiduar prokurorët dhe gjykatës, sepse e kam konsideruar si jo normale që të fusësh gjithë gjyqtarët dhe prokurorët në një thes dhe ti trajtosh me një gjuhë delegitimuese. Jo, të lutem, nga ana tjetër, jo nuk mora përsi për shumë, se këto e kam thënë publikisht, janë po plasë ndërkohë që sa i përket prokurorisë, ka bërë disa hapa domethënës, sepse ne kemi një zëvendës kryeministre, kryetarin e bashkisë, një ish president, një ish kryeministër, kemi disa grupe kriminale ndër më të rrezikshme në vend. Organizata Qela shumë e rrezikshme, Qopja shumë e rrezikshme. Po tani më lejo të renditim këto. Jo, vetëm dhe një fjalë. Po se do t'i renditim pra, se po më prish skaletën. Jo, po do ta them tek këtë fjali se skaleta mund të urgjent fjalin, urgjent. Është më e dijes. Urgjent. Atëherë, sa i përket SPAK-ut, patjetër që ka edhe disa bilance që në këndvështrimin tim nuk ka qenë në lartësinë e duhur dhe do duhet të ketë ose më saktë do duhet të reflektojë. Për shembull, koncesioni i sterilizimit është problematik shumë e madhe e SPAK-ut, pati përplasje brenda strukturës. Incineratori i Tiranës. Incinerator në përgjithësi, jo vetëm Tiranës. Po Tirana, sepse Tirana është skandal fare, se të paktën në Elbasan dhe në Fier janë bërë disa godina. Tirana nuk ka asgjë fare, nuk ka fare investim. Dhe në këndvështrimin tim, prokuroria e posaçme, aty ka një minus të madh, që sigurisht ndoshta do të ketë kohën për ta rikuperuar të gjitha të pjesë ku ka mbetur. Tani të renditim shkurt, qartë, sakt për popullatën, cilët janë dosjet më të bushme të SPAK për vitin 2025. Për 2025, por ne për kronologjikisht edhe një herë, që të hymë në atmosferën e vitit për të bërë një analizë dhe të ftuarit. Zoti Meta filloi më herët, po përfundoi pra u dërguar për gjykim 2025-ën. Goditja në këndvështrimin tim, dy goditjet më të rëndësishme janë bërë njëra në shkurt, ku ishte arrestimi i zotit Velia, kryetari i Bashkisë së Tiranës. Ju e dini historinë e tij, është sot i pandehur për 13 akuza penale, mbahet në paraburgim. Goditja tjetër, nëse mund quhet e tillë, sepse mbetet për tu parë qëndrimin që do të mbajë kuvendi, është për zëvendës kryeministren. Ka patur po ashtu goditje sa i përket krimit organizuar. Organizata e drejtuar nga Ervis Qela dhe Franz Qopja është konsideruar nga partnerët ndërkombëtar si organizata më e madhe shqiptare që ka operuar në vendet e Amerikës Latine, në vendet e Bashkimit Evropian dhe në Shqipëri. Mendoj që kanë pastruar në Shqipëri të paktën 200 milion euro. Pra është një shifër e cila del në raportet ndërkombëtare. Dhe kjo është një ndër organizatat. Ervis Qela ishte thuajse një personazh i panjohur për Shqipërinë, pavarësisht se Franz dhe Hajdar Qopja, dy vëllezrit, unë i kisha ekspozuar disa herë, kisha folur për ta, kam bërë disa emisione, por Ervis Qela ishte thuajse një personazh i panjohur. Investimet në Shqipëri mendohet të kapin shifrën e 200 milion eurove. Harovet doktori në këtë rast të politika? Sepse është më herët, zotë Berisha, pra unë dala vetëm të 2025. është më herët se vitin 2025? Po, është më herët se vitin 2025, kështu që prandaj nuk e futa në këtë pjesë. Pastaj nëse kapim kohën Kraja Dumani është një histori tjetër. Në 2025 ka patur edhe goditjet grupit të Durrësit, që është grupi Troplinëve, pra Visi Pojës ka patur goditje edhe sa i përket njerëzve të policisë së shtetit, dhe ju e dini që sa herë ka patur një operacion, ka patur edhe zyrtar të policisë të përfshirë, pra këto janë pak a shumë bilancet e 2025-ës, që sigurisht ka dhe çështje që janë duke vijuar dhe që nuk kanë ende, si që është për shembull abuzimi me fondet e Bashkimit Evropian. Është një çështje, fondet e AZBR-s e tjera me radhë, janë një çështje që në këndvështrimin tim, nëse SPAK nuk shkon deri në fund. Duhet konsiderojnë të Po, absolutisht që po. Qartë. Atëre, faleminderit, tani një koment nga të gjithë, pari nga dy politikanët. Zoti Qori, si ju duket puna e SPAK për vitin 2025, një përmbledhje shkurtër, po dhe në sfondin politik. Do të them, që është e vlerësimin tim për SPAK-un, po kryesorja është që SPAK-u kanë nxjerrë sipërfaqe atë që unë e quaj smundjet degenerative të shtetit shqiptar.
Në korrupsioni ka rritur deri në atë pikë sa që vërtet ka qenë e papar në dekada, mos them në krejt historinë e shtetit shqiptar. Kur vidhet kaq shumë, kur vidhet duke rrëmbyer persona, dhe mos harroni diçka, personi rrëmbyer sot është gjallë sepse ka pranuar presionin, po të kishte rezistuar. E si o thënë, nuk tërhiqem, do e kishin hequr qafe, do ta gjenim copa, po ta gjenim ndonjëherë. Nëse në vendet më të këqija të Amerikës Latine. Fakti që përflitet për grupe kriminale, për grupe halabakësh, cilët jo vetëm përcaktojnë tendrat e shtetit, çohen nga 2-4, sikur të jenë milionat e eurove karamele. Fakti që këto grupe kriminale përcaktojnë ministra, madje kërcënojnë dhe të rrajnë ministra, tregojnë që këtu shteti, kuptimin e institucioneve ekzekutive të paktën, është tërësisht i degeneruar. Unë mund të bëj një paralele në histori me një rast ka qenë gruaja e një presidentit Filipineve, Ferdinand Marcos, në vitet 80, edhe ishte përveç se diktator, funde krye i korruptuar. E ngarkuan pastaj amerikanët për ta shpërtuar. E shpëtuan amerikanët në vitin 86 dhe çuan në Havaj, por populli i msyu pallatit presidencial edhe çfarë gjetin pallatit presidencial. Ylli më dëgjoj, çfarë gjeti në pallatin presidencial populli i Filipineve? Gjeti garderobën e zonjës Marcos, Imelda Marcos, që kishte thoni 3.000 kpuc, 3.000 palë kpuc, edhe mbaje kjo si shenjë e 3.000 palë kpuc. Po mirë, kpucët madhe me palë. Pra 3.000 palë kpuc gjetë në garderobën e saj dhe kjo mbaje si shenjë e korrupsionit, e lakmisë, e grykësisë, se fundja të zhdreqin i dojë njëri 3.000 palë kpuc. Tani u bëja një llogari sikur ato kpuc kushtonin nga $100, i bie që nuk kanë qenë shumë se $300.000, ndërkohë që zonja Balluku, Imelda Marcos, ynë ta themi kështu, po përflitet se ka 300 apartamente. Po kuptoj, kemi kaluar nga 3.000 palë kpuc në 300 apartamente. Pra, minimalisht 30 milion euro. Po, unë e dëgjoj në sferën publike, se dosja nuk është publikuar e plot, po e dëgjoj në sferën publike dhe nga personazhet gazetarinë dhe nga personazhet politikës, dhe nuk do më çudiste sikur të ishte vërtet kjo. Pra, 300 apartamente në një vend ku nuk është e vërtet, pastaj është problema. Shpërlarja e parave, korrupsioni e gjithçka tjetër ka marr fera uratën. Nga ana tjetër, këtu siç thash ka degraduar shteti deri në pikën që asnjë nga strukturat e ekzekutivit nuk ka minimumin e peshës. Pra nëse halabakët ty të heqin ministra, nëse halabakët ty të kërcënojnë ministra, do të thotë që ti nuk ke shtet, ti nuk ke ndarje kompetencash. Ti ke vetëm njëri aty në krye që ka gjithë pushtetin ekzekutiv dhe vendosë për ministri vetëm sekretarët e tij. Këtë degenerim shtetit shqiptar, meqense përpiqen ta hulumtojnë që historinë e Shqipërisë, unë mund t'i bëja një paralele vetëm me vitin 1939. Ti e di shumë mirë që në 1939-ën Italia pushton Shqipërinë në 7 prill, po në 7 prill rrin në Itali ambasadori i fundit që Zogu kishte dërguar, një farë generali Serreqi, të cilit Galeazzo Ciano e pret aty dhe thot Shqipëria u pushtua. Çfarë do bësh ti? Ai pa pikën e turpit dhe pranoi pushtimin, dhe jo vetëm kaq, por i kërkoi Cianos, i kërkoi Galeazzo Ciano, tha nuk pata mundësi të thyej lekët këtu tha në stacion, tha, a do kishe lek për mua. Pra, ky ndoshta do të ishte momenti më i keq i mundshëm i tamam i degenerimit të shtetit, dhe këta që janë son pushtet nuk janë më mirë se ai Serreqi. Sikur ta pushtonte njëri Shqipërinë sot, këta jo vetëm ta pranonin si pushtim, por këta do kërkonin edhe pjesën e tyre. Prandaj po them që korrupsioni vjen një pikë që përveç se na vjedh, degeneron komplet infrastrukturën e shtetit shqiptar. Shiko, që Shqipëria ka qenë një vend i korruptuar, këtë e dinin gjithë. Përballemi për ditë, jemi përballur për ditë me korrupsionin në çdo nivel të qeverisjes, ashtu si sot edhe Departamenti Amerikan i Shtetit. Cili është ndryshimi tani? Ndryshimi është që më në fund, për herë të parë, të korruptorit po dalin para drejtësisë. 2025-a nuk besoj se ka nevojë për një bilans në lidhje me arritjet e drejtësisë. Na pëlqen apo s'na pëlqen? Pavarësisht se mund të kemi rezervat tona, mund të themi që do kishin dashur që mos ta arrestojë Erion Veliaj për ato 13 akuzat që ka për korrupsion, po të arrestoj për incineratorin e Tiranës, por kjo në këndvështrimin tim është e rëndësishme, po ajo që është më e rëndësishme dhe është ulëritse në fakt për nga rëndësia është fakti që një kryetar bashkie i korruptuar në detyrë të riqet zvarr nga zyra e vet, ndërkohë që është në detyrë dhe çohet në burg. Kjo ishte e paimagjinueshme për çdo shqiptar që kjo mund të ndodhte një ditë në një vend si Shqipëria. Por nuk ka ndodhur vetëm me Erion Veliajin, ka ndodhur me dy zëvendës kryeminista radhasi, me Ametajn që është në Aratinë Zvicër dhe tani me Belinda Ballukun, për të cilën spaku do arrestin me burg dhe Edi Rama e ka marrë në mbrojtje. Këto janë faktet, edhe të mos kuptosh edhe mos të pranosh këtë ndryshim historik në Shqipëri, do të thotë që nuk je mjaftuar shumë objektiv.
për nga rëndësia, unë mendoj që ajo që ka ndodhur në 2025, që sigurisht ka filluar në 2024 me arestimet e tjera, me marrjen në hetimet pandehur edhe të kryetarit të zotit Berisha, i cili ka qenë kryeministër, dhe nëse duam drejtësi do ta pranojmë drejtësim për të gjithë, jo vetëm kur sulmohet kundërshtari ynë politik, sepse në fund të fundit drejtësi do të thotë të japësh llogari para drejtësisë nëse ke patur poste politike të rëndësishme, dhe nëse jemi dakord që korrupsioni në Shqipëri nuk ka ardhur me Edi Ramën, pavarësisht se unë jam i bindur që Edi Rama është kryeministri më i korruptuar që ka patur ndonjëherë Shqipëria në këto 35 vjet, por prapë duhet të pranojmë që korrupsioni duhet të veprojë kundrejt të gjithëve, dhe jo vetëm të kundërshtarëve tanë. Tani, po normale, po kjo nuk është normale që nuk është e pranueshme, se ta janë dakord me drejtësinë dhe janë dakord me luftën kundër korrupsionit dhe përshëndesin luftën kundër korrupsionit kur goditet pala kundërshtarë, është si ai... Jam shumë okej me ty, po kjo politikë kemi ne thotë se cili për vete zoti për të gjithë. Që do të thotë? Që se cili del për vete, vlla, doktori del për vete, Drama del për vete, tani të gjithë do të dalin për vete. Kjo është e pam... Këtë pun nga klasa politike. Kjo është mëse normale, kur drejtësia fillon e vepron, ashtu si është një, nuk e di e ke parë, ka një qëndrim të një politikani afrikan i cili thot, nuk e di e keni para apo jo, dhe mund dhe ta japësh, sepse shumë do me thënëse dhe ka të bëj edhe me Shqipërinë, se thot, korrupsioni thot është problem nëse unë nuk jam i përfshirë, thot a i zotria. E thot aptas. Dakord? E pashëm dikuj që dhe ti. Po, tani edhe këtu e njëjta gjë, ne mbështesim luftën kundër korrupsionit, por nëse luftohet korrupsioni kundërshtarëve tan politik, jo kur luftohet kundër korrupsioni... Me një fjalë ti po thua që PD-ja ka gabim, kur është për PD-n... Asnjë nga partitë... Idet për të vrarë Dumanin, kur nuk është për PD-n... Partitë e mëdhaja... Thot ka të drejtë Dumani. Absolutisht. Dumani ka ikur tani më. Kur Dumani... Po Dumani me shok, se atje është Dumani. Vetëm ta mbyll. Ne mendojmë... Po jo do flas prap. Vetëm ta mbyll me një fjali, ta mbyll me një fjali. Po, mbyll me një fjali. Ne mendojmë që ky është një moment historik dhe nga rëndësia vjen pas rrëzimit të regjimit komunist në 91-shin. Për herë të parë në këto 35 vjet, problemi kryesor i shoqërisë shqiptare që ka qenë korrupsioni, të korruptuarit po dalin para drejtësisë. Dhe ky është një fakt i pamohueshëm. Por rreziku më i madh është që pikërisht të korruptuarit që sot po merren të pandehur, kanë dalë dhe po veprojnë aptas, ose duke përdorur banda, duke përdorur mediat e blera, duke përdorur analistët e blerë, po i përdorin kundër drejtësisë për të shpëtuar drejtësisë. Për këtë arsye, ne sot kemi filluar një fushat me çadra në gjithë Shqipërinë, ku po mbledhim firma nga qytetarë shqiptar në mbështetje të drejtësisë dhe të luftës kundër korrupsionit. Çadra prapë si lulja? Jo, janë çadra të vogla, janë për ditë, nuk janë për të nditur aty natë e ditë. Në gjithë Shqipërinë, më falë. Se Skënderbes vini do të se aty e ka kap lapa, e? Atëherë, ne po mbledhim firma në mbështetje të drejtësisë nga qytetarët shqiptar. Synimi është të mbledhim të paktën 100.000 firma nga qytetarët shqiptar në mënyrë që të tregojmë që e vërteta është që shqiptarët nuk janë me të korruptuarit, por janë me drejtësinë. Pavarësisht se çfarë thuhet në çdo studio televizive, ku pjesa më e madhe në vend që të merren me faktet dhe të tregojnë se si qytetarët shqiptar janë vjedhur apta, se si janë vjedhur me 10 ose me 100 miliona euro, kohën më të madhe në për media e përdorin duke kritikuar drejtësinë, duke thënë se sa gabim po bën drejtësia dhe se si po i bie në qafë të korruptuarve. Zoti Abileka, së fundi duket qartë që së fundi, si mos muajin e fundit, duket qartë që ka një goditje frontale ndaj Edi Ramës dhe qeverisë. Pse po mendoni se po ndodh kjo? Ka patur një bindje të përgjithshme që s'pak nuk godet Ramën dhe njerëzit pranë tij. Sidomos opozita ka përcjell minutë për minutë këtë, duke thënë që s'pak është krijesë e Edi Ramës. Po pse ka ndryshuar tani, mendoni? Nëse ka qenë kështu, dhe pse pikërisht tani? Një para këtë, unë nuk e ndaj entuziazmin që kishte në studio për SPAK-un dhe për drejtësinë e re. Nuk jam dakord që të sulmohet SPAK-u sepse kam frikë. Unë s'kam frikë nga SPAK-u, për shumë, dhe nuk kam frikë nga drejtësia. Sigurisht. Unë kam frikë nga çdo institucion që merr kompetenca më shumë se ç'duhet dhe humbet kontrollin nga institucionet e tjera, ku janë dhe media.
Nuk mund të thuhet... Cilat kompetenca ka marrë? Në asnjë rast. Cilat kompetenca, konkretisht? Cilat kompetenca ka marrë? Një rast vetëm. Pritëm të vizë aty. Jo, konkretisht, se prandaj. Në asnjë rast nuk ka ndodhur që të sfumohet puna e SPAK-ut, sepse puna e SPAK-ut sot reklamohet në çdo studio. Në asnjë rast nuk thuhet që pse i bëri SPAK-u këto, përkundrazi. Thuhet a i bëri mjaftueshëm, a i bëri si duhet. As mos ti që një njeri që ka në vërejtje për SPAK-un, thotë pse e sulmoi SPAK-u Berishën, jo. A e sulmoi siç duhet. A ka prova? A e ka bërë dosjen, e ka ndërtuar mirë dosjen. Të është ka drejtë... A ka shkelur dhe media të thotë. As për Veliajn, nuk thot njëri pse... As për Berinda Ballukun, as për Akshin, për kundrazi. Thonë, po, për ka raste si metamorfoza, për shumë, ku SPAK-u dështojnë në mënyrë klamoroze. Dhe shturp që ne të kemi një entuziazm të tillë dhe pastaj të shohim se si incineratorët. Ata që u arrestuan, Ti shtonja unë. ata që u arrestuan në mënyrë të bujshme për çështjen e metamorfozës, u dënuan ca me 2 vjet, ca me 1 vit. Ca u thanë na falni se u dënoi SPAK-u. Ta mbaroj. Se u dënoi SPAK-u pak më shumë se ç'duhej. Jo korrekt me informacione. Njëri do i kthejnë parat, tjetri do i kthejnë shtëpitë dhe mbaroi. Kjo është vendimi i gjykatës është ky. Po Anton, e keni ndryshuar kursin, e kupton? Nga Sulli, Troplini, Altin Troplini me shok, tani ka ndryshuar, domethënë kursi. Paktën qëndrojni një linje drejt të hajt, qëndrojni kështu fiks gjës. Kemi ne mo që po na evidenton ti si grup përmirësor. Jo, s'po evidentoj fare si përmirësor, se... Por mu më flasë për vete këtu, dhe flasë për një çështje konkrete. Ti po thua ke ndryshuar kursin. Drejtësia e re apo drejtësia e vjetër, e kupton të hetë këtë doj dhe si të doj. Unë jam i qëndrimit që drejtësia e re duhet jetë baza e ndërtimit një shteti ligjor. A duhet hetuar Jon Velia e zoti Abilekaj? Sigurisht. A duhet hetuar Belinda Balluku? A duhet hetuar Sali Berisha? A duhet hetuar Ilir Meta? A duheshin hetuar apo jo? Sepse ne të gjithë e dim që ndoshta nuk kemi patur prova, por ne të gjithë e dim që ka pasur dhe ka një perceptim për korrupsionin galopant të tyre. Mbaron këtu. Ti folje dhe mos ndërpreva. Na fal, vazhdo. Unë si bëja skujt. Po, besoj kemi ardhur me bë debat, apo kemi ardhur... Po, të bëjmë debatin, po pasi të themi mendimet. Po, dakord. Jo, pa i thënë mendimet. Thuaj. Dua të dënohet Ilir Meta. Po duhet që Ilir Meta të dënohet për atë që ka bërë, jo për atë që ka nuhatjen dikush që ka bërë. Edhe Jon Velia duhet dënohet, po dënohet për atë që ka bërë. Jo për atë që ka bërë gruaja. Ne duam se cili nga një drejtësi si pas që fiton. Edhe fakti që dhe prova që gjenë drejtësia në gjëra të kundër për tonë. Shumë do me thënë se po unë dua të dënohet, po për atë që them unë. Unë dua, jo. As unë, as ti nuk kemi, as prokuror, as gjykatës. Fjala dua në të rast, nuk ka lidhje as me Veliajn si person, as me Metën. E kuptova, po si... Ka lidhje me vënien e të drejtës, e shtetit të drejtës. Po si ja bëhet? Dhe fjala dua, unë s'kam asgjë personale, as me Veliajn, as me Metën, as me Berishën, as me... Kuptoj, ajo që nuk kuptoj është kjo. Si mundet ne të pretendojmë se cili prej nesh një drejtësi sipas shefit ton, sipas dëshirës tonë. S'ka lidhje sipas shefit. Nuk thot dua këtë drejtësi. Po ky konstaton këto. Çfarë? Kjo është detyrë e këtij. Çfarë konstaton? Ja, atëherë dëgjoj, të mësoj unë. Dëgjoj, më falni. Një politikan. Por prokurorët të mësoj unë se më falni se ç'është roli i gazetarit. Gjykatësi dhe prokurorët. Etika jonë, nuk ndryshon shumë nga etika tënde. Ti ke etikën e përgjegjësisë se po flet njerëzve që të marrësh vota. Unë nuk e kam atë. Ai po të dojë ta fik, po të mos dëgjoj mua, por unë kam të drejtë të them çfarë mendon. E thres Anton Abilekaj dhe i them të thotë këtu çfarë mendon Anton Abilekaj. E mendon gabim për ty, puna tënde. E mendon se ti e do të thuash ndryshe se do vota, po lejohet të flas. Një sekond. Ta lejojmë të flas. Kjo tani që me që ne jemi të pabesueshëm, se ne duam vota dhe çfarë të doni, se ju s'doni vota, kjo është e padrejtë. Po të themi dashur, etike etik tjetër. Se ne kemi vuajtur nga kjo, se ka me 100 kemi dy lloj etikash. Nuk po flas për gazetarë. Ore do më dëgjosh tani po them. Ore kam tërë jetën time gazetar, kam etik tjetër. Por të dëgjojmë, nuk përgjigjem fare. Le ta mendoj ose mirë ose keq. Unë e thres atë të thotë çfarë mendon. Pikërisht ky është problemi që unë mbaj përgjegjësi se për çfarë them. Kurse ka gazetar dhe analistë që nuk mbajnë fare përgjegjësi. Jo s'mbajnë. Fare zero. Etika është kjo nuk mbaj. Kpusin kodra pas bregut. E dënon Shikusin. Nuk mbajnë përgjegjësi. E dënon unë i ftoj qytetarët. Anton Abilekën. Një sekond. E dënon Shikusi. Askush tjetër. Mirë, dakord, unë do them vetëm Shikusi e dënon. Larg qoftë që unë të dënoj Abilekaj për çfarë thot. Është absolutisht e dënon Shikusi, nuk e shikon. Unë nuk po them që unë e dënoj. Ajo që dua të them është që ta lëmë tjetrin të thotë çfarë mendon. Nëse ne nuk e lejojmë. Po jo, po ti thua jo.
Ti po i thua këti, ti mendon, ti do një spak, ky do një spak tjetër, ky do një spak tjetër, ky mendon kështu. Si s'mendon ky? Po këtë po t'i thotë. Mund t'i ketë gabim 100%. Po ta lejojmë të thotë. Ta lejojmë të flasë. Ajo që dua unë, ose atë që besoj unë do publiku, ka nevojë Shqipëria, është që ne të dënojmë njëri të korruptuar si triumf të drejtësisë, jo si përdorim të drejtësisë me gjitha mjetet për ta dënuar si person. Kur të dënojmë Erion Velien, thonë gjithë triumfoi drejtësia, nuk të themi që i ranë qafë mos e për veshmatjet e gruas e dënuan dhe i lanë pa dënuar për senatorët. Se i bën ca përgjime dhe ca tjera, ca budalliqe që nuk duhet ja bënin. Se nuk na mbushi mendjen kjo, nuk na mbushi mendjen ajo bie fjala. Se këtë e përmendëm. Erion Velia ka 13 akuza për korrupsion. Ne themi që kjo ka një, ka 13 akuza për korrupsion. Por unë them që Erion Velia i duhet dënohet, domethënë, kur ti e heq e shkarkon nga detyra Erion Velien, do të kesh parasysh ligjin ta bëhet në mënyrë të Kush e shkarkoi nga detyra Erion Velia? Por ti i bën gjyqin. Kush e shkarkoi? Po s'ka rëndësi më Kjo mos e ka rëndësi se ne po i ngarkojmë drejtësinë me diçka që me cilën nuk ka lidhje. Kur ti arreston, nuk e ka shkarkuar nga detyra. Ti arreston Erion Velien, po s'po marr shkarkim. Ti arreston Erion Velien. Po. Në zyrë, ne duhet thua që unë arrestoj këtë njeriu për këto arsye dhe të bindesh ne për arsye ligjore. Urdo? Jo, duhet të bindi as mua as ty. Duhet të bindi gjykatësin. Po e bëm shumë me vendosje. Po se po flasim po flasim po pra po gjykatësin, po ne unë për shembull media ka qëllimi ta vëzhgoj të mbikëqyr punën edhe juve të një pushteti tjetër. Pra ne vëzhgojmë dhe mbikëqyrim. Ne këtë punë kemi. Edhe politikanë, edhe parlamenti ka vëzhgon dhe mbikëqyr një institucion. Dhe ne duhet të shohim se si zbatohet shteti ligjor dhe si shteti ligjor nuk shkel të drejtat e askujt, edhe atij që ka vjedhur, edhe atij që është kapur duke vjedhur. Cilat janë shkeljet? Pra, fal për shkeljet, ne flasim konkretisht, se ndryshe flasim në përgjithësi. Unë nuk dëgjova një fakt. Unë po të flas me fakte, ti më thuaj një fakt. Më thuaj, ore faktet që dalin në dorë. 11 akuza për korrupsion. Me lejë të themi 13 akuza për korrupsion. Hajde marrin çështë me prova. Jo pra. Të themi tjetër. Unë të them, nuk është futur, janë futur me nder, siç thot Bushati gjithmonë aty, brekët e zonjës tia dhe nuk futet incineratorët. Janë ndarë në 3 pjesë, një gjë që është një. Tani, më falni një sekond, nëse duam të paragjykojmë punën e prokurorëve pa ditur nuk e paragjykojnë njëri më fare. Një sekond, është një gjë. Por fakti është se ne nuk dëgjojmë fare. Prokurorët kur flasin, Dumani kur ka ardhur në parlament, unë kam thënë, e kam pyetur. Jo, e kam edhe për incineratorën, kam pyetur, e kam thënë, më fal, pari një vit e gjysmë, i kam thënë, më fal, i kam thënë. Të gjithë e dinë që nuk ka vjedhur Zoto, nuk ka vjedhur ai tjetri që ishte zëvendës ministri, e qartë që ka vjedhur Edi Rama dhe Erion Veliaj. Ka një vit të kuqe për këta dy dhe prokurori ka thënë, ne veprojmë në bazë të provave. Vjedhja është gjigante, mund na duket dhe është gjigante për secilin prej nesh. Po kur s'ke prova, s'ke shat. Më falni një sekond. Unë nuk dua të them. Ore, më falni një sekond. Unë nuk e di. Nëse duam ta paragjykojmë, themi që i kam provat, po s'u do shefi. Më falni vetëm ta mbaroj. Nëse duam ta paragjykojmë, por fakti është që veprohet nëpërmjet provave. Unë si qytetar, mua më intereson nga perceptimi, se ne perceptimin kemi, dakord? Nga jashtë, ne s'kemi prova. Nga perceptimi, unë mendoj që kemi të bëjmë me politikan të korruptuar, sepse nuk mund t'jetë Shqipëria korruptuar dhe Erion Veliaj, Edi Rama dhe Belinda Balluku mos t'jenë të korruptuar. Unë si qytetar, mua nuk më intereson, do doja shumë të arrestoj për inceneratorin, të rekuperoshin dhe gjitha parat e inceneratorit, dakord? Por prokurorët gjetën prova për akuzat të tjera për korrupsion. Po pritë një sekond. Unë tani ta kundërshtojmë t'i themi, Spaku, shumë kej Spaku. Nuk duhet arrestonte për atë që ka arrestuar për 13 akuzat për korrupsion, po do të arrestonte për atë që them unë. Po kjo është të ndërhy me leje. E para një ne po thojmë. Arlindi dhe pastaj. Arlindi, okej. Sekond do them, unë po flas për marrëdhënien e Spakut me personat dhe me interesin publik. Unë s'kam në interes publik të arrestohet askush nga ta politikanët. Shkeljet, konkretisht. Po marrim një çështje bashkë dhe diskutojmë çfarë shkelje ka. Sigurisht. Po flasim parim. Do jemi për vitin që vjen. Po deshe e marrim. Jo më shkeljet, konkretisht. Po deshe e marrim. Po kemi kohë. Nuk kemi kohë. Se në çdo studio përsëritet. Po deshe e marrim. Bëhet gjyqi Spaku dhe Arlind po deshe e marrim dhe diskutojmë bashkë. Po Arlind, lutem mbaroje. Po deshe e marrim, problemi është neve po na flasim përgjithsisht drejtësia sepse bind. Po tani gjithë që u fu drejtësi. Urdo? Jo që u sulmoi një politikan apo u sulmoi një tjetër. Po e mbyll me kaq që ta vazhdojmë pastaj sepse ta lëm, okay. Nuk ka krim pa gjurmë. Sa më i madh jetë krimi, këtë rast korrupsioni, aq më të mëdha duhet të jenë gjurmët.
Apo jo. Në qoftë se ne mendojmë që Edi Rama është me drejt njeriu më i korruptuar sot në Shqipëri, unë besoj që duhet ketë gjurmë edhe për Ramën. Tani, nuk ka pikë në diskutimit që SPAK-u dhe gjitha institucionet e drejtësisë kanë bërë një hapa shumë të rëndësishëm përpara. Dhe gjitha këto duhen vlerësuar. Mirë po, asnjë nga ne nuk mund të jetë i kënaqur plotësisht. Themi që mbaroi me kaq këtu. Sigurisht, përfaqësuesi i SPAK-ut mund të thonë që gjithçka është në hetim. Unë prapë mendoj që prova e zjarrit e SPAK-ut ka për të qenë raporti me Ramën. Pra, a do të ketë hetim dhe a do të ketë akuzë për Edi Ramën. A mund të shkojmë ne pas 3 vjetësh prapë në këtë gjendje që hetohet ky ministër, hetohet kjo zëvendës kryeministre, hetohet ky kryetar bashkie, hetohen të gjithë hajdutët vërdall Ramës, por Rama ende jo. Sigurisht, unë kam pozitivitetin që të pres, dhe të them që hajt, po presim edhe 1 vit, po presim edhe 2 vjet, po shpresoj shumë të mos jemi pas 3 vjetësh apo pas 5 vjetësh këtu dhe të vazhdojmë të dëgjojmë historitë justifikuese të Ramës, për të cilin gjithkush vjedh rreth e qarkëti, vetëm ai jo. Tjetra, në dosjen e SPAK-ut po bëhet një punë shumë e mirë sepse po hetohen oligarkët kryesor të vendit. Dakor? Pra nga, ku diun, kastrati me Duljakun për portin e Limionit, tek, ku diun, Ulaj për Thuman Kashar, tek Shtufi, Geci, Gjoka, Ismaila, Salilari për unazën e Tiranës, më herët Samir Mane për ligjin e minjerave, ndonse Ilir Meta është burg e Samir Mane vazhdon vërdall Ilir, sepse ka përfituar nga parashkrimi. Pra, është gjë e mirë që po hetohen dhe oligarkët, mirë po unë prap po pres që edhe ndaj oligarkëve, sa ko vjedhja bëhet në bashkëpunim, pra sa ko ka 2 palë, edhe ndaj oligarkëve të ketë akuza dhe të përfundojnë përpara drejtësisë. Gjithsesi, jam i gatshëm të pres. Të ylli para ca kohësh, ke përdorur një figurë shumë interesante për reformën drejtësi, e ke quajtur Frankenstein, pra, që krijesa i kundërvjedh krijuesit vet. Metafora jote është e bukur, por unë prap mendoj që është e pasaktë. Më lejo ta shpjegoj pse. Sepse ti i atribon autorsinë dhe iniciativën Ramës apo Berishës. Po mos donin këta? Ndërkohë që unë mendoj që reforma në drejtësi i është imponuar elitës vjetër politike shqiptare. Pra atyre 140 vetave u është imponuar nga faktorët perëndimor. Kam përshtypjen që faktorët perëndimor, siç mund të kenë kontribuar në vende të tjera të Evropës lindore, kanë dashur që të krijojnë institucionet e shtetit të drejtës në Shqipëri, duke mbështetur një prokurori të posaçme dhe një gjykatë posaçme, sepse është konsideruar korrupsioni dhe krimi organizuar janë konsideruar si problemet mëdha, jo vetëm për Shqipërinë, po edhe nga pikpamja geopolitike. Në këtë sens, sot ne i kemi ende këto institucionet drejtësisë, jo vetëm për shkak të mbështetjes opinionit publik, unë kam përshtypjen po të bëhet një sondazh i opinionit publik, 90% do jenë pro institucioneve të reja drejtësisë, por edhe prej mbështetjes së shteteve dhe organizatave ndërkombëtare që kanë për këto institucione. Sigurisht që institucionet tilla si SPAK-u dhe GJK-ja kanë kompetencat posaçme, kanë kompetenca si sta zotja Bilekaj të jashtëzakonshme, Mirë po, kjo ndodh aty ku problemi është jashtëzakonshëm, po të kesh një paralele me ligjet antimafia në Itali. Ligjet antimafia në Itali, po e pam nga këndvështrimi i Finlandës, mund duken si shkelje të drejtave të njeriut të mafiozëve, po kupton? Sepse izolohen, aty nuk kanë kontakte me familjarët e tyre. Mirë po, problemi në Itali ka qenë dhe vazhdon të jetë aq i thellë me organizatat mafioze, sa që shteti italian vjen një moment dhe u detyrua të kishte ligje dhe institucionet posaçme për të luftuar mafjen. E njëjta analogji besoj përdoret edhe në rastin e Shqipërisë. Pra, Edi Rama del aty dhe thot gjithë to paraburgime, gjithë ta njerëz që përfundojnë në burg, sigurisht që kjo është një situatë anormale, por është përgjigja ndaj një fenomeni akoma dhe më anormal, që këtu korrupsioni është i gjithpranishëm. Pra, siç po ju thoya pak më herët, ka degeneruar shtetin. Tani, gjithsesi, ajo çfarë unë mendoj që është një lloj miti që krijohet në opinionin publik është se ne institucionet e drejtësisë do na zëvendësojnë tërësisht elitën e vjetër politike. Pra, mjafton SPAK-u dhe GJK-ja dhe do shpëtojmë përfundimisht nga elita e vjetër dhe e korruptuar. Unë kam përshtypjen që detyra e SPAK-u dhe GJK-s është të vendosë gjithkënd para përgjegjësisë, por ndryshimi politik ka për të ardhur nga qytetarët. Nuk do zgjedh SPAK-u as GJK-ja, kryeministin e ardhshëm, deputetët e ardhshëm, ministrat e ardhshëm, pavarësisht se sa prej tyre mund të shkojnë përpara gjyqit. Këtu ka nevojë për një zgjidhje politike, ka nevojë që në rast se partitë e vjetra që kanë shumicën kushtetuese tentojnë të prekin ligjet e reformës në drejtësi, ne si shoqëri të ngrihemi në këmbë për t'i mbrojtur këto ligje dhe punën e këtyre institucioneve, mirë po edhe herë, ndryshimi politik që aspirojmë të gjithë është një ndryshim që bëhet me mjete politike dhe bëhet nga qytetarët në instancë fundit.
Tani, kam një pyetje që dua një përgjigje të mos nga politikanët. Nuk e kam tek paketa ligjore dhe kushtetuese që është miratuar, që është anormale dhe që duhet bërë ashtu. Unë e kam tek kalimi i kompetencave, për shembull, kur prokuroria përgjon gjykatën, është tek kalimi i kompetencës, gjykatën kushtetuese. Jo, ku është shkruajtur? Ka një vendim. Përgjon gjykatën Ku kushtetuese. është shkruajtur? Si ku është shkruajtur? Ku është shkruajtur? Nga e diti. Nga e diti. Nuk bëhet shumë biseda më nga. Miro biseda kështu bëhet, se tani flasim nga e diti që është përgjuar e para gjykata kushtetuese dhe e dyta nuk e ka pranuar, nuk është e vërtet, Spaku e para, më fal. E ka pranuar. Po jo më se problemi është, shiko, problemi është që ne Spaku jemi. ka pranuar që është përgjuar, janë përgjuar anëtarët e gjykatës kushtetuese sepse kanë pas informacionin që janë Jo, nga e di, më fal, nga e di që është përgjuar dhe nga e di që është në shkelje të kompetencave. Nga e di ti që këtë. prokurorit përgjigj gjyqtare. Po. Po në çfarë ligji është prokurorit? Në cilin ligj është përjashtuar kjo gjë? Ti ke votuar. Urdhë? Ku në çfarë ligj është? Në cilin ligj përjashtohet? Ku është, cili është ligji po? Sepse sistemi prokurori është në shërbim të gjykatës. Po jo më zotri. Po Po jo më zotri, një gjyqtar për korrupsioni. Po normalisht ta përgjosh, çfarë do bësh? Ti ta bësh. Mund të edhe presidenti i Republikës mund të përgjohet. Quhet pushtet gjyqësor zotri. Urdhë? Pushteti i drejtësisë quhet pushtet gjyqësor. Nuk është ajo që ndodh. Nuk është e parashikuar. Që është noterja e Spakut. Ja të përgjigjet Klodi se e di më mirë. Të cakton ligji. Po çdo qytetar do sistem mund të përgjohet. Para ligjit, nëse ka dyshim sistem prokurori. Atëherë. Prokuroria është akuza është pal, një pal. Atëherë. Po e ngatron ligjin. Heton gjykatën sepse ka një çështje. Atëherë. Me lidhje me cilën çështje. Çdo gjykatë, çdo metamorfozës që tham. Nuk ka asnjë qytetar të Republikës së Shqipërisë që nuk mund të përgjohet, të gjithë mund të përgjohen, por duhet të përgjohen sipas ligjit, me vendim gjykate, siç e parashikon ligji. Ka një problem zoti Sheja. Unë e kam dëgjuar shumë këtë historinë që Spaku ka të drejtë të hetojë gjykatën edhe të përgjojë gjykatën. Një gjyqtar nëse ka zbatuar ligjin, është i ndershëm, është profesional, nuk ka pse i friksohet fare përgjimit dhe vëzhgimit. Le ta hetojë sa të dojë prokuroria. Nëse gjyqtari ka vendosur mbi bazë provave të fakteve, po nuk është as në shkeljet ligjet. Tani mund të them diçka ylli Në Republikën e Shqipërisë, në Republikën e Shqipërisë, kushdo qoftë, oligark siç thot zoti Qori, politikan si që thot zoti Shehaj, gjyqtar, gazetar e tjerë me radhë, nëse është i dyshuar për vepër penale, dhe kjo problemi është që ne ja kemi dozuar jetën Spakut. Po jo mëse ja kemi dozuar fare jetën Spakut. Po jo pra jo, nuk ja kemi dozuar fare jetën Spakut. Je zotri friksuar ti nga Spaku? Fare, jam unë friksuar, fare, është zoti Rakipi, fare, nëse dikush është në rregull me veten, me ligjin dhe zotin, vazhdo të për para. Do hetonte mua pa vendim gjykate. Si të hetonë, kush e ka bërë pa vendim gjykate? Kush është hetuar pa vendim gjykate? Kush e ka thënë? Po nga e dini që s'ka një procedim penal. Po kush e ka pranuar? Çfarë do të ishte në burg? Do hetoheshin ata, do dilnin para ligjit. Populizmit për thënë fjalë në ajër, asnjë jo të lutem, asnjë prokuror, po një sekond mor zotri, dakord, ne jemi të këqij të këtij vendi, ti jemi gjyrat e mirë të këtij vendi, po ne të këqij na lëni ta mbarojmë në herë fjalën. Atëherë nuk ka asnjë prokuror në Republikën e Shqipërisë nderuar që mund të përgjojë dikë pa patur një procedim penal të regjistruar dhe pa patur një vepër penale të regjistruar. Hiqeni nga mendja këtë gjë, e para fare. E dyta, nëse një prokuror pas ka hetuar ose pas ka përgjuar një gjyqtar të gjykatës kushtetuese, pushkatoplet i bëhet. Sepse në fund fare në ka një gjykatë që është tërësisht e kapur, është tërësisht e korruptuar, është pikërisht ajo gjykatë. Përjashto 2-3 kokra, pjesa tjetër janë tërësisht të kapur nga politika. Nga kush dallojmë ne? Që ne të lejojmë gjykatën kushtetuese që të shkatrojë çfarë ti dojë qefi. E pam shumë mirë me një çështje çfarë bëri. Po lëre pra tani, po boll me këtë historinë që prokurorët vetë janë të hetueshëm zotri. Ata prokurorë aty brenda strukturës janë vetë të hetueshëm. Po pse? Po ka që thjesht është, për sa kohë është veti jetueshëm, qëfar i kërkon prokuroria është pala, mos pala. është pala, pala që shkon gjykata, që është pal, dhe kërkon përse nuk të kanë dëgjuar, dëgjo, kam parë një grup, është i përgjuar nga pala, po ta bën avokati i përgjimin e gjykatës, çfarë do bëjmë? E di çfarë më shqetëson në këtë histori është fakti që të gjithë fillojnë dhe merren me Spaku në analizë politike etj me radhë. Në fakt askush nuk është ndalur të
merret me gjykatën që thelbi në gjithë këtë histori është gjykata. po, Dakor? E para fare. E para fare. Por nëse një gjykatës kryen shkelje, po se kush e ka kthyer diskurs publik Spakun? Spaku ka marrë kompetenca të gjykatës, prandaj është marrë. Që mund të jetojë gjyqtarë dhe prokurorë caktuar, po ka detyrë funksionale. Një ekspert më të shkruan që Që? Këta gjithë prokurorët e ekspertohen. SPAK nuk duhet të jetojnë, po jo për është ekspertët se shkretërë shëqetet dhe tim ketër njërë mere në emision. Po, vazhdo, po, pa tjetër. Nuk duhet të Nuk jetojnë duhet të qëfar? jetojnë gjyqtarët e SPAK-ut dhe asë prokurorët e SPAK-ut. Klodiana e thot kot këtë thot. Qëfar thot se nuk e kuptova dhe njërë të Nuk duhet të, zot, prokurorët e SPAK-ut nuk duhet të jetojnë gjyqtarët e SPAK-ut dhe asë prokurorët Po, e e kalojnë në jurisdikcion tjetër, nëse Duhet ke strukturë tjetër. Po, pa tjetër. Këtë po them, unë po flasë për gjykatën kushtetuese, por kalon, atëherë, me qëse zonja po të shkruan, dhe unë kuptoj shumë mirë kush është, sa i përket jurisdikcionit, Jo, më këtë ti mere se është aftë. atëherë, për të sqaruar zoti Rakipi, se po ngatron, parimisht, e nisetimi dhe nëse është brenda asnjë strukturë, ja delegon një strukturë tjetër. Është shumë e thjeshtë. Po këtu duan t'i bëjnë lëmsh gjërat në këtë histori se ju interesojnë. Jo, s'ka lidhje me lëmsh. Një sekond vetëm. Është kjo ka lidhje me këtë gjë. Spaku mund të jetë shumë mirë, mund të punojë shumë mirë dhe ka bërë një ndryshim shumë të madh në jetën politike të vendit, në jetën sociale dhe në çdo gjë. Problemi është sa do mirë të ketë bërë. Çdo te kalim kompetencë, çdo te kalim pushteti është i rrezikshëm për vendin. Po cilat janë se ti po thua te kalim, cilat janë nuk e morën vesh cilat. Ta thash pra, përgjimi gjyqtar. Po nuk e kanë, nuk është e para, nuk është e vërtetuar. Përdorimi i vettingut për të bërë gjyqtar, si është e ka pranuar ai mo. Kush ka pranuar vetë prokurori? Kush e ka pranuar? Se ka shkeru ligjin? Prokurori që Se ka shkeru ligjin, po si mund të di prokuror të pranojë që ka shkeru ligjin dhe mos të hetohet për shkeljen e ligjit? Kjo gjykata kushtetuese që janë dhënë. A mendoni, kjo është jemi okay, se mbetemi këtu. Ka pranuar prokurori. Se mbetëm këtu. A mendoni, zoti Qori, që ka faktor të tjerë që kanë vënë në lëvizje SPAK-un, të shumët janë ata që aludojnë se mbrapa veprimin e SPAK-ut, po i dua shkurt këtë. Janë Amerikanët. Tani që Amerikanët dhe Evropianët kanë qenë ata që kanë themeluar SPAK-un dhe GKK-n me gjithë ndikimin e tyre, kjo nuk ka pikë në diskutimit. Sa askush nuk e beson Ramën kur thot ka qenë iniciativa ime edhe unë bëra reformën drejtësi, e tani këto institucionet drejtësisë po fusin burg gjithë bashkëpunëtorët e Ramës dhe kanë përshtypjen po rrezikojnë edhe Ramën vetë. Pra që ka pasur në themelim të SPAK-ut edhe të GKK-s ndikim perëndimor nuk ka pikën e diskutimit. Çfarë po ndodh sot, unë nuk di ta them sepse nuk bëj dot teori konspirative. Ama ajo duhet përsëris atë që po thoja pak më herët. Ne nuk mund ta presim zgjidhjen e çdo problemi politik nga institucione jashtë politikës dhe jashtë shoqërisë. Nuk ka për të ndodhur ajo që ka ndodhur në Panama. As në Amerikën. Agronin e thirrën ata dhe ja shkelën syrin. Sekond. Nuk ka për të ndodhur. Nuk ka për të ndodhur ajo që ka ndodhur në Panama para një 40 vjetësh, ka qenë një diktator aty. Noriega, Manuel Noriega, që amerikanët e morën me helikopter edhe arrestuar. Nuk ka për të ndodhur kjo. Më kupton? Nuk ka për të ndodhur që faktor madhor do i zën pritë Ramës jashtë kryeministrisë dhe do ta arrestojnë, kushdo qofshin ata. Kjo gjë ka për të ndodhur ose prej zhvillimit logjikshëm të punës së institucioneve drejtësisë Shqipëri, ose prej popullit që ngrihet protesta madhore dhe ja 99.7% janë të ja po ta them unë. Që SPAK-u ja po të themi provë. Po të jap një provë. 99.7% e drejtësisë nuk është SPAK-u. SPAK-u është vetëm 0.3%. 99.7% e shoqëria shqiptare është kanë probleme tjera, po. Jo, kanë probleme pa numër. Dhe nuk e zgjidhin dot. Se për mua i që SPAK-un se mua çështja është, po pse më a vajti Fatmir Medi ose këta që kanë vajtur në SPAK është halli për mua. Është halli i njerëzve mua. Nuk zgjidhin dot një problem kanë 30 vjet. 99.7% reforma në drejtësi ka rënë. Nuk është bërë për popullin. Dakor, SPAK-un po i quajmë gjëja më shkëlqyer që është bërë. Po 99.7% është ka qenë produkt i korrupsionit, Amerika thon këta me. Agroni thot Amerika. Kjo është çështje. Është çështje, jo, është çështje lidhur. Reforma. Po s'është në favor të reforma ka dështuar. Po jo, po një është reforma. Reforma në drejtësi një është zotëri. Ti nuk shkon dot. Se ti e ke për SPAK-un sot. Për SPAK-un apo për SPAK-un? Po ta them unë po përpiqem ti them një gjë zotërisë. Që në qoftë se nuk është për 99.7% drejtësia reforma ka dështuar zotëri. Qoftë se nuk është për 99.7%. Ka probleme sistemi gjyqësor sa duhesh o burr, po. Edhe prokuroria dhe sistemi gjyqësor. Po dakord, po këto kanë qenë produkt ndër vite. Po është 99.7%. Janë gjithë problemet e popullit shqiptar. Agron, ti tani si mendon, janë amerikanët mbrapa po ja? Se dhe ty të thirrën atje. Tani, ty s'e kanë thirrur gjë Arlind? Amerikanë.
unë nuk pare bëj publike takimet e tuaj. Do me thënë të kanë thirrë dhe dy? Sa shazjo, më thjesht. Kur kam pasur, nuk i bëj publike. Dekord. Atëherë, se duke sigur unë i bëj publike, Jo, më jo, e bëra unë publike. E bën amerikanët. Kështu që nuk është... Kush të thashë? Si dhe raste tjera, tani një sekundë, se nuk është kjo e rëndësishme. Jo, këtë pyetje kam. E kuptova. Tani, më dhe të përgjigja, në fakt. Përgjigje për. Tani, të gjithë e kuptojnë që 140 deputet që shkojnë dhe votojnë pro reformën në drejtësi, nuk e kanë bërë nga vullneti dhe nga dëshira e madhe të reformojë drejtësia dhe luftoj korrupsioni, e kanë bërë sepse kanë qenë të detyruar. Është e pamundur që në Shqipëri, në një pothuajse regjim, të kemi një luftë kundër korrupsionit dhe arrestime të këtij niveli, dhe kjo të bëhet nga disa prokurorë që sa do të jenë të guximshëm, sa do të jenë dashamirës dhe profesionist, pa mbështetjen e ndërkombëtarëve, pa mbështetjen e një nga aktorëve më të rëndësishëm që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po dhe Bashkimi Evropian, do ta kishin të pamundur. Kjo është më së qartë. Tani, ajo që unë mendoj se është e rëndësishme dhe do të lidhem me atë që po diskutonin përpara, se është shumë e rëndësishme, se ne po diskutojmë, po i bëjmë gjyqin drejtësisë dhe harojmë. Jo, ne nuk Më falë, vetëm një sekond. Vetëm Spakut. Tani, po të shikojmë nga koha sa argjuam për diskutonim drejtësinë, këtë po flasim. Po të masim kohën, se sa është folur për drejtësinë dhe gabimet e mundshme të drejtësisë, dhe sa është folur për korrupsionin, unë mendoj se kemi folur më shumë për drejtësinë, por nuk ka rëndësi kjo. Ajo që është rëndësishme është niveli i fake newseve, i sulmeve, të drejtë për drejta, apo jo të drejtë për drejta ndaj drejtësisë, janë të llatarshme, duke filluar nga akuza që Spaku arreston njerëz pa vendim gjykate, është çmenduri. Është e pa imagjinueshme të mendosh që në Republikën e Shqipërisë Spaku kush e sulmon? Një sekond. Po e kam pra. Unë nuk di skaletën tënde tani. Unë po bëj një arsyetim. Po ti dole në një arsyetim tëndin. Unë e di pse. Po arsyetimin e kujt do bëjnë? Jo. Ja të ta shpjegoj. Mirë bere që dole të tëndi. Po ka një problem. Ja 1 minutë. Unë e ndërtoj në një mënyrë që shikuesi të mos krijohet një kështu, çfarë quhet kjo drejtin? Konfuzion i madh. Do me thënë, do të kthejmë të amerikanët atë. Haron për amerikanëve? Do të kaloj këtu për qefin tënd. Kam një pyetje për Lalën që ikën kjo pastaj. Kthejmë të amerikanët. Kthejmë të amerikanët. Shqipëria është një demokraci e re, nuk ka asnjë diskutim. Ne nuk kemi vetëm vend ku po ndodh një spastrim, një luftë e të korruptuarve nga një drejtësi e sapo reformuar. Të njëjtat probleme kemi ne, i kam patur dhe shumë vende tjera të Europës së Lindjes. E njëjta gjë ka ndodhur në Rumani, në Bullgari, në Kroaci. Më fal një sekond, amerikanët nuk janë vetëm këtu, se sigur duket sikur ne amerikanët janë këtu dhe vendet e tjera nuk në të rasti ynë po të do të pyesa janë në Mongoli. Është shumë e rëndësishme. Tani çfarë them unë? Jo, po të kërkoj të shpjegoj që ky është një proces që nuk ka lindur për Shqipërinë. Ka është pjesë e një strategjie më të gjerë, ku shumë vende tjera, po nuk është i vetmi vend i korruptuar. Ka shumë vende tjera, ka shumë vende që para se të hynin në Bashkimin Evropian, ka qenë Bashkimit Evropian sot. Okej. Atëherë, ajo që përkoj të them është, kush është vendi ju ftoj, mos ta shohim Shqipërinë dhe rastin e Shqipërisë si një rast i veçantë. Shqipëria është një vend i korruptuar, shumë i korruptuar, por është shumë i ngjashëm me shumë vende tjera të Bashkimit Evropian, po nuk ishim vetëm, se ne nuk ishim, po ne shikojmë vetëm amerikanët kur jam këtu, nuk i kemi parë kur kanë qenë në Rumani, kur kanë qenë në Bullgari, kur kanë qenë në Kroaci, kanë qenë edhe aty. Pa mbështetjen e Bashkimit Evropian, pa mbështetjen e amerikanëve, korrupsioni nuk do ishte luftuar në asnjë vend të Europës së Lindjes. Dhe në Shqipëri po ndodh edhe një njëjta gjë. Pse e them këtë? Sepse duhet të shohim shembujin e këtyre vendeve, si ka përfunduar në këto vende për të kuptuar çfarë do ndodhi në Shqipëri. Nëse shohim çfarë ka ndodhur në ato vende, do kuptojmë dhe do ta pranojmë atë që sot mund na duket e pamundur, që Edi Rama mund të merret i pandehur, që Edi Rama mund të dënohet dhe që Edi Rama mund të përfundojë në burg. Korrupsionin. Korrupsionin të rësimo, diqo. Kur zvenin të Rama, po vajtën të gjithë, të Rama nuk vendon. Tani që vend të Rama, problemin a qënë ka vend Rama. Nuk e me tonë konceptin e ti politikan, një njeri, mi një emës përveshëm, kush do qofta i, sa dojnë nata ke. Ju lutem, atere, unë kam një pyetje për Lalën, ikën nga biseda jonë, dhe unë do t'ju fut ju të treve, analizë dhe dy politikanë, një analizë dhe dy politikanë,
në një 3 pyetje të këtij lloji që po diskutoni fort tani. Tani më lejoni t'ja bëj Lalës të pyetje që të mos rritë të bëj seir me ne. Zonja Lala, cilat Se janë unë dua të rri larg politikë. dosjet më të bujshme që po hetohen dhe priten të kenë rezultat në vitin 2026? Ç'ke dëgjuar ti tani nga informata? Tani askush nuk të jep përgjigje me siguri se çfarë pritet të ndodhë në 2026, se mund të ndodhë edhe në 2025, kemi edhe 2 ditë të tjera, kështu që asnjëherë nuk e dihet. Megjithatë, një ndër çështjet se për shembull në Krishtlindje Krishtin e lë të lindoj. Po, Vinte në datën 26. Ta kishin lënë Krishtin të lindte. Në datën 25, gjykata e posaçme mori vendim për kontrolle. Po mirë. Pra drejtësia, prandaj ne thotë që Krishti, ditën e Krishti lejohet të lindë dhe pastaj vete por drejtësia funksionon me ca ingranazhe të tjera, prandaj shpesh përplasemi ne në studio, se ne shikojmë ndryshe gjën nga që shikon drejtësia. Shikon ndryshe nga Krishti, thua si, po. Patjetër. Kështu që në lidhje me pyetjen tuaj, po çështja me Goni Gall është një çështje shumë e rëndësishme dhe mendoj një test shumë i fuqishëm për prokurorinë e posaçme. Tani edhe me ndryshimin e leadershipit të prokurorisë posaçme, ne kemi një drejtues të ri, zotin Braho. Ajo është një çështje e cila patjetër implikon deri te kryeministri i vendit dhe është prioritare në prokurorinë e posaçme dhe nisur nga disa zhvillime të reja. Për faktin se ka një amendament të Kongresit, ka gjithashtu një rikthim të ekspertëve të Shtetet Bashkuara të Amerikës në SPAK edhe të partnerëve kryesisht të Britanisë së Madhe, por edhe të vendeve tjera të Bashkimit Evropian. Kështu që në këtë aspekt unë shikoj si një nga çështjet prioritare që ka për 2026 prokuroria e posaçme. Abuzimi me fondet e Bashkimit Evropian është po ashtu një çështje e cila kohët e fundit janë intensifikuar hetimet në lidhje me të. Ka pasur disa shkëmbime, informacione me vende të ndryshme, ka patur sekuestrime dokumentash, janë disa tendera që kanë të bëjnë kryesisht me rrugët, pra zgjatimi dosjes Balluku me rrugët, por po ashtu edhe me koncesionet në shëndetësi, është koncesioni i laboratorëve, është koncesioni i check-upit që pritet të ketë një përfundim, sepse janë çështje që zgjasin prej të paktën 3 vitesh, shkëndijat që mund të kemi edhe një thirrje të kryeministit të vendit, janë dhënë në fakt pra për të marrjen pyetje si person deni, janë dhënë që tek dosja Balluku, po ta shikosh me kujdes, në një nga bisedat që zonja Balluku bën me varësin e saj, ish varësin e saj tashmë Evis Berberi, aty një moment përmend kryeministrin dhe thotë që kisha porosi nga kryeministri për takuar biznesmenin Ram Geci. Tani, unë si gazetare dhe që normalisht duhet ta kritikoj aty ku duhet SPAK-un, a duhet SPAK në këtë rast ta thras kryeministrin dhe t'i kërkoj llogari ose t'i kërkoj shpjegime se përse orientoi zëvendës kryeministre dhe ministri i infrastrukturës për të pritur një biznesmen caktuar, sepse nëse një biznesmen ka probleme, aty nuk thuhet asgjë më shumë, pra nuk dihet. Po nuk ka të drejtë zëvendës kryeministre të pres biznesmen? Patjetër që ka drejtë, po jo orientuar. Ka një përgjim tjetër, më faqen ndërpres, ka një përgjim tjetër të dosja e Ballukut, ku Balluku sot i thot Berberit, shiko, takova një biznesmen i cili më tha që ka mbyllur me Ramën në lidhje me një tender, e ka mbyllur, ka thënë Rama që do ta marrësh ti. Dhe i thot Berberi i thot i kërkon llogari kjo se kjo nuk di gjë. I thot, është e vërtet kjo? Ai thot, po thot, është e vërtet, ishte një tender i madh e ndam në disa pjesë. Dakor, po tregon ku përmendet Edi Rama, emri Edi Ramës, ku Belinda Balluku thot që ai e ka mbyllur me Edi Ramën. Tani ka të drejtë Edi Rama të takojë biznesmen, po tani ti po bën avokatin, tu ke drejti. Thjesht po të japi shembull tjetër që tregon. Po unë po i bëj një pyetje shumë të thjeshtë asaj. A ka të drejtë zëvendës kryeministri të takojë biznesmen? Po. Dhe a ka të drejtë kryeministri ti thotë ministrit të sektorit po, ka disa rregulla. Prite filanin se ka këtë problem. Ka disa rregulla. Nëse kapet, nëse kapet me një gjë. Kjo përmendet brenda një konteksti. Përmendet brenda një konteksti ku tenderi është fituar pikërisht nga ai. Nuk ka asgjë të ndaluar për takuar zëvendës kryeministri apo ministri i infrastrukturës biznesmen, por ka një gjë. E para ka disa rregulla të përcaktuara qartë etike. Nuk duhet të ketë lidhje me tendrat. Pra ajo bisedë është përdorur në kontekstin e një hetimi penal që ka të bëjë për abuzime me tenderat. Dhe prandaj kjo bisedë merr vlerë dhe prandaj mendoj që Rama duhet pyetur dhe pra kryeministri i vendit duhet pyetur dhe duhet jap shpjegime. Se patjetër që mund për zhvillim të vendit e tjera me radhë pa diskutim për projekte të ndryshme mund të ketë takime, por në çfarë konteksti takohet dhe cila është biseda që zhvillohet? Se nëse një biznesmen takohet me porosit kryeministrit, me zëvendës kryeministre, ndaj biznesmeni nesër është paracaktuar 1, 2, 3, 5 tendera për ta marrë,
Kjo nuk është më qeverisje. Po s'po flasim për këtë. Kur t'kap me prasë në dorë është tjetër Kjo çështje. bisedë është përdorur në konotacionin e një hetimi penal, çka do thotë prandaj në këndvështrimin tim mendoj që të nesërmen kryeministri duhet pyetur. Pastaj a ka dosje të tjera? Dëgjoj zoti Rakipi, dosja Balluku nuk do të ekzistonte nëse nuk do të ishte harruar Evis Berberi 4 celular aty në shtëpi që u zbërthyen. 4 celular të zbërthyer. Po imagjinoni sa celular janë sekuestruar në 34 kontrollet e fundit. Po aty mund të dalë, nuk e di, ndoshta gjysma e oligarkisë së vendit, sepse janë kontrolluar biznesmenët më të rëndësishëm në vend. Çka do thotë kanë pasur kontakte me njerëz politikës, me njerëz të biznesit e tjera me radhë. Dhe ka shumë dosje që kanë të bëjnë me krimin organizuar, po duke qenë se sot u ndalën kryesisht e politika, këto janë çështjet më të rëndësishme që patjetër unë shikoj 2026-ën minimalisht me kryeministrin të thirrur në prokurori, të paktën si person në DNI. Janë disa kulla të cilat janë në nënhetim, Mali i Tiranës për shembull është në nënhetim, dhe po ndiqet origjina e parave. Mali i Tiranës edhe? Po Mali i Tiranës, pra ajo kulla që po ndërtohet tek ish gropa Ajdin Sejdis. Jam shumë e qartë në atë çfarë po them, se pra zoti Shtufi është njëri nga investitorët, në mos gabohem. Dhe për shkak edhe të kontrollit është duke u kontrolluar dhe origjina e pasurisë. Aty pastaj mund të dalin gjëra të tjera të cilat mbeten gjithsesi në vazhdin e hetimit. Pra këto mendoni ju, dhe çdo dalin tjetër nga spontaniteti dhe nga zhvillimet, po dhe nga hapja e dosjeve, dhe gjitha mund të përbejnë. Pra 2026 do të jetë një vit mjaft i ngarkuar jeni duke. Mendoj po. Po aq intensiv sa 2025. Po aq intensiv sa 2025. Sipas meje. Faleminderit. Atëre kush nga ju do të më thotë se me që hapi Klodia, e mendoni se me hetimet e fundit Rama është vërtet i rrezikuar. Si shihni pozitat e tij sot, son dy politikanët në fillim? Vazhdon me politikanët regjia, jo me mua. Absolutisht është i... Me Agronin, vazhdon. Absolutisht është i rrezikuar, nuk ka asnjë dyshim, sepse qartësisht dhe ajo që përmendi Klodi në përgjimet ku janë hetuar sidomos shtetuar Belinda Balluku, del shprejmisht emri Edi Ramës, ku në rastin e tunelit Llogaras, vetë ajo thot që prit të marrë leje nga ai, dhe përdor një fjalë të ndyrë, i cili guxon dhe më kërcënon në telefon. Praktikisht i vetmi shef që ajo ka është kryeministri. Por aty nuk përmendet me emër, po pastaj përmendet me emër, kur ajo shprejmisht flet me Berberin dhe i thot Berberit, atë që sa po shpjegova më parë, ku i thot, shiko se më tha takova një biznesmen i cili më tha që ka mbyllur me Ramën për një tender. Si është kjo punë? Është e vërtet? Dhe ai thot po, është e vërtet, sepse siç thash, kishim një tender shumë të madh, e ndam në disa pjesë i ti thot shprejmisht. Po, dhe ajo ishte pjesa, një nga pjesët më majme ka qenë ajo. Ti kënaqnim të gjithë. Unë pyeta ishte një kompani që në Lushnjëm duket. Plus pastaj, nuk e di, thjesht ajo që është e rëndësishme është cila është përfshirja e Edi Ramës. Nga ana tjetër, qartësisht gjithçka çfarë po ndodh në rrethin e ngushtë Edi Ramës, sidomos ne duhet të shikojmë, nuk mund të injorojmë arrestimet që kanë ndodhur në Aksh dhe në dosjen e Akshit, ku praktikisht aty është një skandal i vërtet. Ajo ishte drejtoresha e Akshit, nuk themi do të ishte drejtoresh, se vazhdon të jetë drejtoresh në fakt në detyrë, praktikisht ka qenë njeri jashtëzakonisht shumë i besuar i Edi Ramës, që askush nuk i përmend të emrin. Kur unë i përmenda emrin në parlament, deputetët e opozitës, e majorancës, ngrim praktikisht, thua ti se përmenda emrin e dikujt që ishte i plotfuqishëm. Tani, ajo ka qenë për 13 vjetë të rjesht në krye të Akshit. Aty po thuaj se të gjitha tenderat, edhe para rëmbimit dhe pengmarrjes së famshme, aty edhe për para kishim të bënim me tendera korruptiv. Çështja është që pse, çfarë do të thotë kur ne shohim që të gjithë njerëzit e rrethit më të ngushtë e Edi Ramës dalin para drejtësisë, merren në hetim, merren në të pandehur, është e pa imagjinueshme që drejtësia tani të ndalë tek ta dhe mos të shkojë te Edi Rama. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me, le të themi, me një zhgënjim që ne mund të kemi, po ka të bëjë me besueshmërinë e sistemit drejtësisë. Sepse mos të vesh te Edi Rama, mos të marrësh të pandehur Edi Ramën, mos të hetosh Edi Ramën, do të thotë të edhësh poshtë gjithë besueshmërinë që ke fituar në këto 3 vjet
që si shtam nga rezultati janë qartësisht një rezultat historik në luftën kundër korrupsionit. Tani po të vazhdojmë analogjin me grupet e strukturuar kriminale ose me organizatat mafioze, dihet që kur kreu një organizate i godasin bashkëpunëtorët e vetë më të ngushtë, ai dobësohet edhe është hapi i fundit është goditja e vetë atij. Ky është fakt tashmë që bashkëpunëtorët më të ngushtë të Ramës janë duke hetuar dhe ka akuzën e tyre. Kështu që është e mundshme, sigurisht unë shpresoj, është e mundshme që të shkohet dhe tek Rama. Mirë po, fakti që mund të shkohet tek Rama, në rastin më të mirë, me një akuzë për korrupsion, kjo nuk mjafton për ta zhbërë Ramën politikisht. Se nuk do të harrojmë që Rama ka 83 deputet, që të thotë që ti të marrësh një masë sigurie për Ramën, do duhet që parlamentit votoj për heqjen e imunitetit të Edi Ramës. Prandaj shkojmë përsëri te zgjidhja politike. Shkojmë tek populli, shkojmë tek qytetarët, të cilët duhet vërshojnë rrugë. Në rast se ndodh kjo gjë, do të vërshojnë rrugë që tani me skandale Ballukut dhe implikimin e Ramës, por do duhet vërshojnë akoma dhe më fort edhe më masivisht në rrugë në një situatë ku parlamenti do të refuzojë t'i heqë imunitetin në janar Ballukut apo më vonë Ramës me shpresojmë gjithë. Pak më herët po flisje me gazetaren Lala Ylli për raportet midis Ramës dhe biznesmenëve ose oligarkëve që i quaj unë, sepse duhet krejt normale që një njeri shumë i pasur t'i shkojë në zyrë kryeministrit edhe të bisedoj kokë më kokë me ta. Tani unë prapë mendoj që kjo është shenjë degenerimi të shtetit. Sepse nëse një njeri takon kryeministrin e Republikës së Shqipërisë, duhet të ketë një protokoll, duhet të ketë dikush që të mban shënime, duhet të ketë një gjurmë të asaj që ndodhi, të asaj që u bisedua dhe për atë për cilën u mor vesh. Versioni që ti shkon në zyrën e kryeministrit, kush do qoftë, dhe pastaj kryeministri merr në telefon zëvendësen e tij dhe i thotë jepi tenderin apo jepi koncesionin, që takimin kryeministri është problematik dhe është shenjë e kapjes shtetit apo të korrupsionit. Para një viti a 2 vjetësh Rama ka pritur në kryeministri njëri që dilte si biznesmen, edhe rezultoi duket i arrestuar si antar i organizatave kriminale në Meksik apo në Amerikën e Jugut, dhe kartelit Sinaloa. Se dhe Rama kështu justifikua aso kohë, erdhi thotë se ishte interesuar për ca investime. Jo, nuk mund t'jesh ti interesuar për ca investime, takohesh kokë më kokë me kryeministrin. Ti mund t'jesh si biznesmen, po përfaqësues i një sektori të caktuar, për shembull, nëse ti je kryetari apo je në kryesi në shoqatës së biznesit fason, ti patjetër që mund takohesh me kryeministar apo me ministar dhe ti shtrosh problemet e sektorit, jo problemet e tua personale, pa problemet e sektorit, çfarë kërkon nga një qeveri, çfarë kërkon nga një shumicë legjislative, dhe këto gjëra duhet të lënë gjurmë. Pra të bëhen publike dhe të lënë gjurmë, përndryshe është porta për korrupsionin. Tjetra, që ne të kemi drejtësi, do duhet, o Ylli, që përveç politikanëve të korruptuar, të dalin përpara gjyqit edhe oligarkët korruptues. Kolegu yt, Andi Bushati, pati një shkrim para ca kohësh, edhe thoshte që ne të kemi drejtësi, duhet hetohen oligarkët, madje duhet hetohen edhe mediat e oligarkëve, ose mediat që mbajnë me parat e oligarkëve. Përndryshe, ne nuk e shërojmë kancerin, ne heqim vetëm një pjesë kancerit, që është establishmenti politik dhe lëm establishmentin ekonomik. Prandaj unë dua ta theksoj si gjithmonë rëndësinë shumë të madhe të oligarkisë ekonomike në korruptimin e sistemit politik, në kapjen e shtetit, në degjerimin e komunikimit publik përmes mediave të kapura dhe në degradimin e gjithanshëm të demokracisë. Do flasim, besoj, më vonë për Kosovën, apo jo? Ja, do flasim, po e diskutueshme është që i thoni ju. Pse? Hajde ta diskutojmë. Jo, është e diskutueshme, s'kemi kohë shumë, do të diskutojmë herë tjetër, padyshim, pa merak fare. Por për shembull, dje kohët e shkuara, kryeministja e famshme Margaret Thatcher bëri kompromise të jashtëzakonshme duke i dhënë mundësi të jashtëzakonshme carit të medias, Rupert Murdokut. I dha gjëra që s'jepeshin. Vetëm për të luftuar komunizmin. Dhe luftoi. S'është kjo arsye. Këtu janë arsye të vjedhur. Këtu janë për të vjedhur, thua ti, e të gjitha, por e ndërlikuar Sharlin të bota ku jetojmë. Bota ku jetojmë sot është të dy forcat politike që kanë drejtuar për 35 vjet ju janë dashur shumë këta media i dashur shumë, mbushin xhepat, ndajnë pushtetin me ta. Dhe detyra i partie politike është ta thotë sidomos media kryesore i dashur ai shumë dhe i ka dhënë
Shumë. A e pe atë rastin që sharak të kolegu tënë Blendi Fevziu, ndau çmimet për personazhi i vitit, edhe ja dha Samir Manes oligark. E po mirë. Ne ty bashkë. Do ta marrë një çmim ai se po çmim do ri. Për të qarë, po është edhe për të qeshur. Tani, Dhe mbylli një sekond. po të thotë Bileka edhe të e theti i pari të. Që s'do flas më. Jo këtë drejtë të flas më, po që të mos hyjmë të natën se do të flasim pak edhe për Kosovën. Megjithatë, vazhdo. Shiko, ne nuk mund të injorojmë çfarë del nga përgjimet, edhe në lidhje me mediat, me që po hapëm çështjen e mediave. Përgjimet tregojnë qartasi me çfarë sistemi kemi të bëjmë. Ka dy raste specifike ku Belinda Balluku flet me dy pronar mediash. Njëri është Carlo Bolino, ku i thot shprehimisht, gjithmonë Berberit i thot, ore, se ke mbyllur ti me këtë, të thash, praktikisht do të thot, i e ke dhënë ato lekët që të thash unë t'jepje, dhe ky fillon e justifikohet. Dhe ai i shkruan shprehimisht Belinda Balluku dhe i thot, shiko se kemi diskutuar më premtove për ato të vjetrat dhe për ato të rejat. Por çfarë është më e rëndë, Belinda Balluku i tregj vrejtje Berberit dhe i thot, ore shikoj, thot se ata çunat e tjerë japin nga xhepi vet. Nëse ka gjëra në të mes letizit, drejtësia, më fal një sekond. Por media në këtë rast, kjo tregon qartasi, e ore, kjo nuk është thjesht në një aferë korruptive. Nuk është problem. Aferat korruptive dhe korrupsioni, sidomos ku lidhet me mediat, dëmtojnë demokracinë. Si mundemi ne, se unë dëgjoj shpesh tani ka dhe një test të re, thon, agron ti do të vish në pushtet, nuk është i lidhur me median. Jo, është i lidhur me mediat që me të. Ti do të vesh në pushtet që me ndihmën e Spaku të fusin në burg Edi Ramën që të vesh ti. Jo, më nuk është kështu. Thelbi është që ne sot e kemi të pamundur të marrim pjesë në një garë të drejtë elektorale, sepse një pjesë e mirë e mediave paguen në mënyrë të drejtë për drejtë nga pushteti nëpërmjet korrupsionit, pikërisht për të sulmuar partitë opozitare. Aq më tepër partitë opozitare të reja. Ke shembullin tjetër me Bashkimullën ku i thot, do ta bëjmë ushtarin ton, i kemi bërë nderin e jetës. Tani me 1.3 miliardë euro, kur ti i jep 1.3 miliardë euro, ai ka për borxh, jo të vënë dispozicion televizionin e vet, po të vënë dispozicion dhe televizionet e tjera. Janë 1.3 miliardë euro. Një biznesmeni Gjindosu, sa më dërgoi agroni, thot i paguan vetë mediat. Unë, kush është ky biznesmeni? Po le tani se tani nuk. Po të lutem, jo më thuaj. Jo, një sekond. Jo, Ylli, jo, të lutem tani. Ti ke paguar mediat? Jo, të lutem. Jo, dëgjoj një sekond. Unë nuk paguaj mediat. Më gjej një media që paguaj unë. Thuaj ati. Palashë të shkruajti. Ati të korruptuari që të shkruajti, që merë paratë i qytetarëve shqiptar, të më japi një rast të vetëm. Ylli, të lutem. Po do t'i them pra. Jo, të më thot një rast të vetëm. Do t'i them pra. Tani, unë nëse edh nga paratë e mia për të mbështetur partim politike të cilën të kam bashkëthemeluar, dakord? I kam para të nxjerra me djerës dhe me punë. Nuk jam parat që ka vjedhur ai bashkë me Belinda Ballukun, Edi Ramën dhe me Akshin. Kështu që këto broçkullat që nxjerrin këta pronarët e mediave, Ylli, është e lehtë të bësh. Ta pronarët e media oligarkët që na bëjnë sigur janë biznesmen të mëdhenj të shuar, e kanë shumë të lehtë të tallen, janë biznesmen të mëdhenj se kanë vjedhur, jo se janë të aftë. Se po mos të kishin. Jo, vetë tani, më thuaj kush është, nëse a ka mundësi të them një gjë tjetër? Jo, ti nuk mund të sjellësh shembullin tani, nuk mund të sjellësh shpifjen e një të korruptuari që është pasuruar me parat e qytetarëve shqiptar në kurrizë parat të qytetarëve shqiptar që të shpifit. Të thot tani, të thot mua po më sollën reklam do të paguash lekë. Të më thot, jo unë nuk të sjell reklam, unë të sjell as reklam as. Po solle mos, nuk do vish. Nuk do vish. Të lutem, të kam sjell ndonjë reklam. Jo. Po çfarë pastaj? Edhe pastaj. Thuaj të lutem të nxjerrit të. Po solle nuk do të kam paguar unë për të ardhur këtu sot. Jo, po jo më zotri. Po tani ti po më thua mua Anton, do flasim. Po e di ku është problemi këtu, e di ku është problemi Ylli, se shumë e rëndësishme. Ju doni të idhni, ai për shembull dhe shumë të tjerë, duan të edhin baltë mbi të gjithë. Mbi të gjithë, të themi kanë nevojë që nga që nuk justifikojnë dot korrupsionin, vjedhjet, banalitetin e tyre, atëherë ka nevojë të edhin balë të gjithë. Tani unë të them një gjë. Ka disa ditë për shembull që kur ne kemi filluar, jemi e vetmja forcë politike pothuajse që flasim për ditë për skandalin gjigant të Akshit, ku praktikisht të dhënat e qytetarëve shqiptar janë në dispozicion të një bande kriminale. Dhe ka disa ditë, dakord që to banda kriminale tani po financojnë
aktivistë të ndryshëm, portale pa fund, ku dali me titullin Shehaj u shit të Edi Rama. Ju shpjegoj si Shehaj u ble nga Edi Rama. Për ditë. Dhe tani, dhe kjo që the ti tani, që të përcole, atë mesazhi përcole, shumë e shëmtuar. Shumë e shëmtuar. Ta pagojnë lekët e buxhetit dhe turp të kenë, thot, ai që shkruan. Shumë e shëmtuar. Sa Leoni shkret pagojnë lekët e vetëm. Unë, mos e banalizo. Tani unë të them të gjë. Po jo more marë se e banalizon, tani ai bën të njëjtin gjë që bëjnë shumë të tjerë. Ti thuaj emrin kush është dhe mos të flasi me anonimitet, po nëse është burr të dali aty dhe ata të diskutojmë se kush je para dhe kush vjes të vend. Këto mesazhet e ardhura në distancë ylli janë shumë të shëmtuara. Po, unis... Sepse dhe unë mund të them tani, ma tha dikush edhe mbaj fshehur. Ideja është... Zoti Gega me mos dërgo këtë gjëra të tilla. Zoti kush? Jo, po tani thuhet, edhe thua me Bega, kush është? Gega. Por se ka nisur me kështu, me qëllimin, ka qenë batut, po ne s'ka rëndësirë, po absolutisht në këtë debat nuk krymë Zoti Shehaj, në debatin e pronarëve të mediat të cilët shfrytojnë pushtetin dhe pastaj shërbejnë atij. S'ka media në atë parë. Jo, s'ka media dhe... O, Ylli, digjo... Do si nuk ftohet agroni... Unë shqyqër Zotit, unë kam mundësit ekonomike dhe financiare dhe ta ndërtoj një media. Si shkam bërë gjithë? Dhe nuk e ben. Dhe unë të kam thëmë se se ben. Unë të kam thënë. Dhe unë kam zgjedhur mos ta bëj. Unë realisht... Ore, unë të kam thëmë se se ben tani, o zotri. Unë i kam mundësit, por kam zgjedhur... Unë kam zgjedhur... Nga e ledzova këte, nga e ledzova. E pagesave të medjave. Sepse nuk është zgjidhje. është përjashtuar Zoti Shehaj ky model pavarësisht debateve dhe mosmarrëveshjeve që kemi. Ju kishit për amerikanët. Jo për Gega mos më këtë se jo tani se ose një fare. Urdhë? Nuk më i rëndësishëm. Jo. Vazhdo. A është janë amerikanët dhe janë europianët. Sigurisht janë amerikanët dhe europianët që ndërtuan drejtsinë e re dhe po themi skemën e drejtësisë së re. Po janë tani. Dhe sigurisht janë sepse ne kemi obdatin që është aty akoma, është dhe janë, sepse akoma ky institucion nuk e ka krijuar fuqinë e duhur për të ecur vetëm dhe për të përballur çdo presion politik që i vjen nga gjithë institucionet e tjera. Ne kemi qenë dakord me këtë dhe jemi dakord me këtë, dhe ata i thonë që kjo nacional sovraniteti besoj që janë totalisht gabim, sepse ne jemi një vend antar i NATO-s që sovranitetin nuk e kemi kurrë të plot dhe e ndajmë shumë gjëra me gjithë vendet anëtare të NATO-s, sidomos me SBA-n dhe me BE-n. Kështu që kjo është një çështje që nuk duhet diskutuar. A janë, a duhet jenë, a kanë qenë? Po sigurisht janë, duhet jenë dhe kanë qenë, sepse një institucion i ri kundër të gjithëve nuk mund ndërtohen nëse do kishte mbështetje natyre, se kush do mbështeste atë? Mendimi të prokurorëve që ishin janë ata. Nuk po diskutojmë këtë, është mirë që u bë spagu, është mirë që u bë kështu, është mirë që u bë reforma drejtësi kështu, kjo është bisedë tjetër. Ajo që jam unë, që më shqetëson mua, dhe nuk është as fare as hetimet më mëdha. Përkundrazi, sa po spagu filloi të jeton në një çështje të madhe si tuneli Llogaras dhe pastaj Akshin, personalisht kam thënë që më në fund spagu po shkon atë gjurmët. Se duke u marrë me Rion Veliajin, por jo me senatorin, por me veshmbathjet e gruas, nuk ishte të gjurmët, ishte një shteg pa lidhje dhe nuk shkonte tek rruga kryesore, tek ajo që duhet merrej. Këtu jemi te kjo. Ka ardhur tek rruga e duhur, besoj unë, sepse kjo është ajo që ka kërkuar njerëzit, që të merret një çështje korruptive e madhe dhe të nxjerret fundi, pavarësisht se kush e pson nga kjo. E pson Edi Rama, e pson Balluku, e pson Veliaj, Meta e tjerë. Pra nuk niset nga emrat, por nga çështjet. Dhe spaku nga tetori dhe deri tani është nisur nga çështjet. Ka një ndryshim thelbësor dhe cilësor. Çfarë problemi ka mbetur? Që unë e quaj akoma problem, që duhet funksionojë si institucion drejtësie, të vërë bazat e shtetit ligjor, mos të te kaloj kompetencat duke u sjellë si njësi speciale, sepse këto njësi speciale janë në përgjithësi të përkohshme pastaj. Këto nuk japin as drejtësi, nuk ndërtojnë institucionet e drejtësisë, nuk krijojnë bindjen tek njerëzit që u vu drejtësia në vend. Por se u krijuar një njësi speciale, shkatrohet sa një band politike hajdutësh, që sigurisht po i shkatron, dhe iku pasaj sepse politika shpëtoi. Jo, Rumania për shembull që vuajti nga kjo gjë, është sot vendi më i korruptuar i Bashkimit Evropian. Tani ko më parë, Arlind Agron, në kohën e luftës në Senat Shqiptare, partizanët të rrethuan një sitë të rëndësishme gjermane. Po e rrethuan shumë këtej dhe kaloi një burr plag aty. Dhe tha, ore,
Kemi rrethuar thotë do të jesh. Po, s'keni lënë asnjë shtek ta, asnjë shtek. Po e keni bërë llogarita se dhe ata do luftojnë fort. Atëre, tani s'paku mendoni ju që është rrezikuar se a ka gjasa të ndërmarr politika hapa për t'i azisuar ata. Po. Dhe rreziku si mendoni ju dy tani? Ju pyes ju sepse Tani, Si do ndash radhën? Kush është me shkafi? Si do ndash radhën? kush do flas pari? Folë. Drejto, jo, s'ka problem. Fare frilla. Mos një vendosemi. Mi që ka folur gjithmonë i pari. Folë dendur, jo. Okej, folë agrë. Jo, po nëse do të flas vazhdoj. Ndjekim vendimin. Filloj. Jo, s'ka gjë, le të vazhdoj. S'ka gjë. Filloj. Çfarë rrezikon Rama me shok? Që të kuptojmë sa do rezistoj dhe çfarë do bëj. Çfarë rrezikon? A rrezikon pushtetin politik? Po. A rrezikojnë pasuritë e vendosura në mënyrë të palishme? Po. A rrezikojnë lirinë? Po. Pra njëri që rrezikon pushtetin politik, pasurinë dhe lirinë është i gatshëm të bëjë gjithçka. A ka aleat tjerë në spektrin politik shqiptar Rama që rrezikojnë në mos pushtetin politik se nuk e kanë parat e vëna në mënyrë të palishme dhe lirinë? Ka sa duash, ka të parajnë Sali Berishën. A kanë Rama me Berishën fuqin parlamentare, shumicën e cilësuar parlamentare për ndryshuar kushtetutën dhe për ndryshuar edhe ligjet e reformës në drejtësi? E kanë. A kanë jo vetëm interesin, jo vetëm mundësin, po edhe interesin për ta bërë këtë gjë? E kanë. Pra shkrejt e mundshme që për të shpërtuar lëkurën e tyre. Dhe sot Rama rrezikon lirin, pushtetin dhe parat të jenë të gatshëm të bëjnë gjithçka. Bashkë me opozitën. Po patjetër më bashkë në radh parë me Sali Berishën, se e ka aty, janë si shok burgu një farë kuptimi. Më tha të Orlando Balla të FSU. E tha? Do e bëjmë, janë bashkë për reformën në drejtësi, janë bashkë për reformën zgjedhore, janë bashkë për reformën territoriale. Romunë e kuptuar në momentet që ishim bërë një gabim ta, dhe reforma dhe reguluar në gabimin. Ka reguluar edhe valim atë që thua ti. Nuk Vendi më i korruptuar i bëhet. Ka dyshim që Edi Rama do reagoj. Absolutisht, nuk ka dyshim. Ne jemi vetëm në fillimin e përplasjes midis pushtetit politik të korruptuar, ku Edi Rama qartësisht është aktori më i rëndësishëm dhe më i pushtetshëm dhe më i rrezikuari, dhe drejtësisë nga ana tjetër. Sigurisht Partia Demokratike ka të njëjtin interes dhe ridiku me Edi Ramën sepse është e kërcënuar nga drejtësia, mos harrojmë që kryetari i Partisë Demokratike është i pandehur për korrupsion, pikërisht nga të njëjtit prokuror, nga e njëjta SPAK që ne presim të hetojë dhe të marrit pandehur Edi Ramën. Sinjale kemi patur pafund, ne në mes të fushatës doli kryetari i Partisë Demokratike dhe tha ne do ulemi me Edi Ramën se do bëjmë Senatin. Çmenduri. Qartësisht to janë mënyra për të fshehur një marrëveshje të mundshme pasi të vendosin ndryshimin e kushtetutës, aty pastaj bëhet edhe ndryshime të tjera, por edhe bëhen shpejt e shpejt parë shumë në sy. Qartësisht, po kjo nuk është vetëm kjo. Ajo që po ndodh sot, dhe atë po thosha në fillim, ka të bëjë me denigrimin dhe linçimin e drejtësisë dhe me fake newset që dalin për ditë në media. Unë po përmend vetëm disa prej tyre, nga arrestimet pa gjyqe Gjoja, më falë që ta them, po dhe nga fakti që Gjoja SPAK-u ka shkuar për te kompetencave, nuk rezulton të ketë shkuar për te kompetencave, nuk ka fakte, mund të ketë dyshime, po, sigurisht, por nuk ka fakte, mund të ketë interpretime. Fakti që SPAK-u na që nga një strukturë speciale e cilës i mbaron mandati në 3 vitet e ardhshme, absolutisht një gënjeshtër e pavërtet. Me pak fjalë, është grushti i shtetit, fakti që SPAK-u do Edi Rama para disa ditësh tha prokurorët dhe gjykatësit janë turrur arkës së shtetit, duan rritje rroge, dhe pasi ai e thot në rrjetet sociale, pasi ai ti e shikon në pjesën më të madhe të debateve televizive të darkës që diskutohet rroga e gjykatësve të prokurorëve. Qartësisht s'ka kuptim me të. Jo, unë po them thjesht ka një strategji të qartë. Ka dhe rrogë. Ka një qartësi të qartë, ka një strategji të qartë për të denigruar dhe për të linçuar drejtësinë. Kjo është puna që bëjnë mediat. Pastaj, çfarë do bëj politika? Dje doli ministri i drejtësisë dhe pa pikturpi tha do bëjmë një amnisti penale ku do nxjerrim nga burgu pothuajse 10% të burgosëve në Shqipëri. Tani, qartësisht aty midis atyre ka dhe fukarenj dhe njerëz që
kanë bërë vepra penale të papërfillshme dhe nëse i falen 6 muaj apo 1 vit nuk është ndonjë hata e madhe, por qartësisht amnistia penale po bëhet për të dhënë një sinjal SPAK-ut në atë parë që ju i dënoni dhe ne i nxjerrim, kështu që ju bëni çfarë të doni, dënoni këtë doni, ne pastaj do t'i falim dhe do t'i nxjerrim, dhe sinjali tjetër është Pra SPAK-a është i rrezikuar. jemi në absolutisht të rrezikuar. Dhe e vetmja ne mund të bëjmë çfarë dua, mund të hidhemi përpjet, fatkeqësisht politika ka humbur besimin e qytetarëve në përgjithësi. Unë nuk pres që nëse Edi Rama nesër bën një ligj dhe thot do shkri SPAK-un, do mbushen sheshet me qytetarë që protestojnë kundër Edi Ramës edhe në mbrojtje të drejtësisë. Fatmirësisht kemi ndërkombëtarët që janë të vëmendshëm, shohin nga Shqipëria dhe nuk ka shanse, besoj unë, që kjo të ndodhi. Pikërisht sepse ky nuk është një projekt i ndërkombëtarëve për Shqipërinë, por është një projekt rajonal ku ne jemi vendi i fundit ku ky projekt po zbatohet. Jo, ma i vendit e ndër të partije, po. Jo, nuk e falen të parët, sepse këtu ka filluar kur vendet tjera kanë mbaruar. Ku dështoj? Po dështoj totalisht. Çfarë quhen dështim? Ja, dhe kjo për shembull është një gjë që çfarë dështim? Çfarë është dështimi? Pse është Një nga vendet më korruptuar të BE-s është Rumania. çfarë do thot? Po Edhe çaj beri ky. Po kjo nuk do thot atëherë. Rumania në radhë të parë hyri në Bashkimin Evropian. Edhe kjo për qytetarët, për Po në Bashkimin Evropian do ishte nesër për arsye gjeopolitike. Të merr ai siç të morin në NATO. Të morin NATO të hodhi aty. Po, dhe Shqipëria. Edhe tani në Bashkimin Evropian. Dhe Shqipërisë hyrja në NATO dhe përshtatja e vendit Agron, se jemi në limite se po pret grupi tjetër për Kosovën. Po? Kandidati prorus. Nuk është s'ka lidhje. Me dy fjalë Anton. Pra, mendoj që nëse nuk krijohet drejtësia, shteti ligjor dhe SPAK-u nuk bëhet përfaqësues ose themeluesi, sepse me drejtësinë ne jemi shumë mbrapa. Me institucionet tjera drejtësisë, me prokurorit, me gjykatat e thjeshta. Me SPAK-un nuk bëhet themeluesi i një drejtësie të re si institucion i shtetit ligjor, i shtetit së drejtës, jo si institucion ndëshkues, atëherë kjo do dështoj. Do ketë rezultat përkohshëm, i cili do përfundoj dhe do arrim pastaj aty, që do bëjmë ndryshimet kushtetuese, do i shkrim fare dhe do bëjmë si Rumania. Prandaj dhe modeli kroat për shumë është model shumë i mirë. Është shumë serioz, shumë i... Njerëzit duan parat, më shkruajnë... Po pra, njerëzit duan parat, njerëzit duan një drejtësia të funksionojë si drejtësi. Më falë, se dhe kjo është një keq kuptim. Po lepo se nuk do të diskutojmë. A do të atë thresë enkas vetëm ty? Po jo të thasësh mua, thjesht po të Për këtë them temë. dhe për mbledhjen e parave. Tani, flasim për incenatorin. Incenatori është sekuestruar, teorikisht, dakord? Është sekuestruar. Po s'ka një incenator, jo të sekuestruar. Ore, kompania koncesionare, po flasim për kompaninë koncesionare, e cila merr para tona. Ore, s'ka vegle, asnjë vegël. Urdo? Se di ku shkojnë parat, e para. E dyta... Më lejo ta shpjegoj. Një sekundë, me që e deputet të bëjmë pjetet dhe përgjigju. Keni u miratuar në parlament, nuk ti zvotove sigurisht se aty s'ishte votimi, ishte strategjia e re për trajtimin e mbetjeve në Shqipëri. E cila incenerimin e përjashton. Ne, pasi është miratuar strategjia e re, paguajmë akoma 28 euro për ton, sepse do incenerohet atje. Për sa i paguajmë? Po mirë më falë, këte ka... Tani SPAK-u e di këtë. Ka fajin SPAK-u për këta? Po ky Po duhet merrem me këto çështje, mos merrem me njerëz, po kush ke informimi këtu? Po ta shpjegoj unë, më japësh 2 sekonda ta shpjegoj. 2 sekonda ta shpjegoj. Nuk është shumë e vështirë. Po zgjot ky apo ky o vëlla, kryetar tani. Unë as informova, vetëm pyeta. Ti zgjedh kryetar zotëri apo ky tjetër. Unë nuk kam asnjë siklet. Unë po them atë që mendoj. Jo siklet, jo. Kush ke informimi? Keq informimi është ky i nderuar. Kompania koncesionare është pronë e shtetit shqiptar. Jo. Si jo? Po si jo, pa në thuaj ti si është atë. është pronarëve të vetëm? Jo. Po jo, se është konfiskuar. Nuk konfiskuar, sekuestruar. Nuk ka rëndësi, është në dorëzim, është e ka, ore më falë, parat që merë, atër me sekundë të lutam, parat që merë kompania koncesionare, një administratorit të caktuar nga kryeministri. Administratori nuk ishë... Pyetja e fundit. Janë pronarëve parat. Nuk ka drejt administratori. Pyetja e fundit. Jo, një sekundë, tani. Ka mundësi të bëjmë i serios e ndryshe bëjmë i qesharak. Ka mundësi të bëjmë i serios? Ka mundësi të bëjmë, jo, të si informën se ke ti. Tani unë po të shpjegoj
që parat i shkojnë parot, por në s'di asgjë, ta themu që s'di asgjë në këtë rast, se po bën thjesht dizinformim. Tani nëse duam ta bëjmë Spakun, si Gogolin dhe fatkeqësia e këtij vendi, hajde vazhdo e bëhe. Po tani të mosh faktin, të mosh të vërtetën. Unë nuk kam arsye. Po lëre arsyet, ne po flasim, unë po flas për faktet. Ti tani po thua që parat, unë jo më strategji, më për strategji e medjeve, unë po të shpjegoj. Dhe dyta, jo çdo gjë që duhet thuash është akuzën e meje, mos e ke. Po nuk është akuzë, tani po s'mund të gënjejmë njerëz qytetarë në këtë mënyrë tani. Do të bëjmë populizëm akot. Të themi Spaku. Spaku nuk e sekuestron parat. Parat edhe një herë, parat që shkojnë te kompania koncesionare, janë para që menaxhohen nga një administrator i caktuar nga kryeministri. Kështu që parat nuk shkojnë te pronarët, por shkojnë, po nuk kjo është detaj që nuk ka rëndësi. Lexo ligjin, ta kuptosh se ku shkojnë parat tek pasuritë e sekuestruara. Që po unë shumë nivelin e kësaj bisede. Ne kemë kulturën ligjore. Vazhdo. Problemi është pak. Po nuk ka shaj, po nuk mund të gënjejmë njerëzit tani. Po nuk mund të gënjejmë njerëzit haptas tani. Po nuk mund të gënjesh, më vjen keq mua. Më vjen keq mua sepse ti nuk mund të gënjesh njerëzit në këtë farë mënyrë. Po i gënjen, ta them. Po i gënjen. Ore po i gënjen. Mos e ul nivelin e bisedës. Po i gënjen. Po nuk gënjej unë. Po gënjen çka me të. Se kjo po thosh e vërtet. Po ta them unë, në këtë rast po i gënjen. Po i gënjen pa informuar. Urdo? Dhe ti duke qenë veti pa informuar, duke qenë veti pa kompletuar me shumë gjëra. Po i gënjen. Po ta them unë po i gënjen. Dhe problemi është. Unë nuk as po të fyll. Paratë e qytetarëve shqiptar. Ti po e bën personale me mua. Po s'është personale, është fakt, çfarë them unë tani? Po thua po gënjej unë, po s'po gënjej më zotri. Ka mundësi tani të bëj pyetje. Pyetjen e fundit. Ti se merr dot për sipër, se ti nuk e di as. Bëj një pyetje. Qytetarët shqiptar po gënjejnë. Informacionin se ke. Kulturën kushtetuese se ke, dhe vjen thua mua gënjen. Tani ti aksident po sej. Atëherë, parat që po paguan shteti shqiptar, parat që po i paguan shteti shqiptar. Kam trajtuar mirë, bile me respekt. Tani kjo është shumë e rëndësishme, sepse kjo është një nga ato fake newset që bëhet për të denigruar Spakun. Po është fake news është. Po jem mirë ti. Unë jam shumë mirë. Ti tasësh, ti je ignorant fare, ti çe fare. Të lutem. Ti çe fare më. Kam gjithë një vot mësoj dy koncepte s'di asgjë. Të lutem. Mirë, do mësosh ti mua. Po je ignorant valla. Të lutem. O ju lidhja. Po ti palaços apo Jo, mos. Tani Po jo. Ju lutem. Tani mbaron argumentat këtu dhe fillon nga shari. Argumentet. Ej, po qetëso mos është turp. Unë do flas me argumentet i voti gënjen. Kush argumenti që gënjen? Po i gënjen. Të lutem. Është fakt. Ju lutem që mos e mbyllni këtë moment. Mjafti prove të korruptuara. Më zonë një, ik lexon një gjë. Lexon një ligj. Mjafti more të korruptuarit ose del shumë keq. Por del shumë keq. Se nuk bëhet në call center çdo gjë. Ore mjafti mbrojtje të korruptuarit shumë keq. Mjafti more. Mëson një gjë, a beson të paktën. Ore mjafti. A dish me këndim paktën, ta dim. Mjaft i mbrojtje të korruptuarit se A e lëm tani këtë bisedë se nuk shkon. S'do shkemi këndim paktën. Shkon, të lutem Anton, të lutem e lëm këtu. E lëm këtu, ju lutem, e lëm këtu. Ne korruptuar, si kapin call centrin, ja konfiskon call centrin qeveria, thotë jam unë i korruptuar. Se asnjë nga ju nuk është korruptuar. Ky është një problem. Po jo mërse unë nuk e kuptoj, unë nga që e di që ai nuk është i kupton gjërat. Çfarë kupton ti dhe nuk ka që duhet zerës Namia Sanqeres. E vetmi arsye pse duhet të dali në mbrojtje të korruptuarve dhe kundër drejtësisë, unë shoh vetëm këtë, se nuk ka tjetër. Unë argumentet i pranoj, po kjo është gënjeshtër. Çfarë është gënjeshtër? Është gënjeshtër. Për vitin që vjen pas 3 ditësh. Do më lejosh një kështu? Jo, sepse s'ka. Atëre për vitin që vjen unë kisha 2 pyetje. Opozita po përpiqet, Partia Demokratike njerëz protestë për drejtë tani nuk funksionon. Po dhe një pjesë tjetër e rëndësishme. Pse nuk frymëzon Partia Demokratike apo thjesht këtu ka njerëz indiferent që nuk duan t'ia dinë. Është kjo. Populli një pjesë e mirë as nuk e çan fare. Po partitë e vogla çfarë po bëjnë? Apo ju do të prisni qeverinë të rrezoj Spaku, se Spaku një gjë unë e di me siguri. Spaku nuk e ndryshon dot Shqipërinë. Politika do të ndryshojë atë, shoqëria vetë do filloj të, siç ka ndodhur në gjithë botën. Instrumentat që krijohen, nga si Spakut, ndoshta mund të ndihmojnë dhe shumë, por ose do të një kohë shumë të madhe. Nga vim ne nga otomanët, ne jemi akoma atje, ndoshta do duhet shumë kohë për ne, për mua që po flas dhe për gjithë shoqërinë. Por ne ta bëjmë një bisedë më vete këtë them unë Erlind. Thoni nga 2 fjalë të dy dhe ta mbyllim këtu. Unë kam shumë besim të populli shqiptar, të qytetarët. Emisionin një parë nëse dytin emisionin. Konsideroj faktorin vendimtar edhe në mbrojtje të institucioneve të drejtësisë edhe në sjelljen e ndryshimeve që ne duam. Sigurisht këtu ka një paradoks, domethënë që pavarësisht se korrupsioni luftohet,
dhe po luftohet gjithnjë më shumë nga institucionet e drejtësisë, prapse prap korrupsioni shumë i madh. Edhe sot që flasin vitet, më kupton? Edhe sot që flasin vitet me lopat. Pra, institucionet e drejtësisë kanë detyrën e vet, por na duhen rregulla të tjera, institucione të tjera, demokratizimi i jetës politike, na duhet një model i ri zhvillimi ekonomik, për ndryshe, po të bëj një analogji, krimi do ishte zhdukur në botë vetëm nga prania e burgjeve. Por nuk mjaftojnë burgjet. Nuk mjaftojnë as gjykatës që dënojnë kriminal. Varfëria bie fjalë do prodhoj krim. E kështu kapja e shtetit gjithçka tjetër do prodhoj korrupsion. Ne duhet luftojmë edhe mekanizmin. Sigurisht, të fuqizojmë institucionet që godasin korrupsionin, po ndryshojmë dhe mekanizma sociale dhe politike. Për pikërisht për këto dy pyetje thelbësore që bëra unë. Por dy fjalë vetë Magron dhe ta mbyllim të. Shiko, unë mendoj që një nga problemet partitë e reja, Partia Demokratike kanë një sfidë shumë të madhe, të fitojnë besimin e qytetarëve. Por sigurisht, në një kontekst mediatik ku ka një ndërhyrje të jashtëzakonshme të miliona para që janë vjedhur qytetarëve shqiptar dhe idhen për ditë. Do vazhdojnë ato. E di. Kjo sigurisht punën për partitë e reja sidomos, sepse Partia Demokratike ka sigurisht më shumë mundësi se ç'kemi ne. Natyrisht. E bën shumë të vështirë, absolutisht, por ne duhet jemi të vëmendshëm çdo herë që dëgjojmë njerëz që dalim, fal një sekondë. Shiko, ne duhet jemi të vëmendshëm që ka filluar një luftë shumë e madhe kundër drejtësisë, kundër spakut, që nuk është perfekte, absolutisht nuk është perfekte. Dhe Klodi tha, kishte kritika të drejta, të bazuara në fakte, por këtu janë shpifjet problemi dhe janë fake newset që përcillen në çdo ekran dhe ku në vend që diskutohet për të korruptuarit, diskutohet për ata që po luftojnë korrupsionin. Nuk po e bëjnë në mënyrë perfekte, po sigurisht nuk po e bëjnë në mënyrë perfekte, por nuk është momenti t'i bijem drejtësisë, po është momenti të flasim për të korruptuarit. Do gjejnë arsye ata që kanë interes, që do thotë që paguhen nga Edi Rama, nga pushteti, për të sulmuar drejtësinë, do gjejnë arsye pa fund për ta luftuar dhe për ta sulmuar drejtësinë. Dhe arsye të vërteta. Por, e vërteta është jemi përballë një përplasje jashtëzakonisht shumë të madhe midis të korruptuarve, që me paratë e tyre, me pushtetin e tyre, nxisin mediat, analist, gazetar, aktivist të sulmojnë spakun, të sulmojnë drejtësinë dhe për të shpëtuar veten. Atëre, të ndërrojt e shikus kjo ishte pjesë e parlamentit, unë do të agron zotin Shejaj dhe zotin Qori do të kem në fillimin e javës që vjen për këto problematika, që do të bëjnë këta si forcat të reja politike dhe që po bëjnë opozita se duket shumë e vakët, ose dhe ne vetë jemi po kajtë vakët si njerës, si popullet gjitha. Agron të falenderoj se dy kolegu dhe zoti Qori do mbeten për punë të Kosovës, kanë baruar aty zgjedhjet, një sulmi madh me të drejtën e vetë të dy partive të mëdha, jo të Albin Kurtit, po dy partitë e tjera, për të, do me thënë, si ta themi në mënyrë figurative, vendosën të vënë vetulla dhe nëzorën sytë, si tu është Albin Kurti i ka marrë, jo ka rëmbyrë të gjitha tani. Aty. Të falenderoj shumë, edhe atë që e more se ti, këta që fitojnë legët 1+1, që nuk e lëshojnë legën, kot ishte ajo për ty në fillim. Ajo që më shkrojtën mua, nuk ishte se që unë spaguaj sepse unë atë që ka fituar... Atë këta që kanë lekun 1+1... Po? Po, absolut. T'japin barën e zgjebes, e kupton, nuk e lëshojnë lekun. Normale që kanë fituar me tjerës. Nuk e lëshojnë si që lëshojnë zakonisht me këto që ti përmende shumë për tjerat e tjera. Falenderoj shumë, për t'ja rëgjuar, për t'ja dhurpor. Gëzuar vitin dhe shifemi në ditët e para të emisionit për vitin e arshëm. Atere, publicitet rikthemi.